Mirëmëngjes, dashur miq, mirë se vini. Është dita e parafundit e vitit 2016, është 30 dhjetor e premte. Vetëm një ditë na ndan nga momenti kur sigurisht do të themi gjithë së bashku gëzuar një vit i mbar. Do të jemi sigurisht për t'i ndarë këto momente edhe gjatë ditës së sotme, por edhe nesër do të jemi së bashku për t'i uruar qytetarët shqiptar, për t'i uruar këtë vend dhe për të shpresuar që 2017 të jetë më pak halle e më shumë gëzime për gjithë ata shqiptar brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kudo që ndodhen, të kenë mundësi të gëzojnë e të jetojnë normalisht si gjithë qytetarët e tjerë të botës perëndimore. Është rëndësishme në fakt edhe sa i përket një lloj bilanci, sepse edhe media e bën bilancin, pak a shumë të një viti, ka shumë në vëmendje, por mbi të gjitha ky vit po mbyllet me një element të shumë të rëndësishëm, siç është ai i dekriminalizimit. Ka nisur një proces që mendohet se do të shkojë edhe më tej, shpresojmë të shkojë deri në fund dhe njerëzit me probleme me ligjin, nuk dua t'i quaj se jo të gjithë janë kriminal, por njerëzit që kanë probleme me ligjin apo kanë pasur probleme me ligjin, nuk kanë pse të marrin taksat tona, të paguhen me taksat tona e të na bëjnë qeverisjen e këtij vendi në një farë mënyrë nga njerëz të cilët rezultojnë problem me ligjin. Atëherë si mund të bëjnë ligje këta njerëz? Kjo është një pikë pyetje shumë e madhe, e cila sigurisht vazhdon të marrë përgjigje. Dje ka marrë përgjigje me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të hequr mandatin 2 deputetëve dhe 1 kryetar i bashkie. Në proces janë edhe 20, mes cilëve shumë deputet dhe disa kryetarë bashkish, kështu që është shumë e rëndësishme të kemi një pastrim të politikës shqiptare. Këtë thonë edhe autoritetet amerikane, një ditë më parë, ambasada tha se është një mesazh. Në fakt, nuk duhet të jetë vetëm një mesazh për njerëzit e inkriminuar apo njerëzit me probleme me ligjin, por edhe për drejtuesit e partive, të cilët duhet mendohen mirë para se të hartojnë listat me deputet e të na sjellin ne për të votuar. Se pastaj paguhen, kanë 3 vjet e gjysmë që paguhen këta njerëz, të cilët dje ja u hoqën mandatin dhe rezultojnë se janë në kundërshtim me ligjin, me kushtetutën në marrjen e mandatit të tyre. Atëherë, dikush kush e përgjegjësi për këto para të cilat janë dhënë këtyre njerëzve apo që vazhdojnë t'u jepen disa të tjerëve të cilët mendohet se janë në parlament në kundërshtim me ligjin. Është një pyetje logjike që qytetarët kërkojnë të dinë. A kthehen mbrapsht këto para, sepse janë shumë para dhe padyshim që kjo është një logjik tjetër e dekriminalizimit që duhet të funksionojë. Megjithatë, vazhdojmë e ju sjellim vëmendje titujt kryesor të shtypit, janë numrat e fundit gazetave për këtë vit, sepse deri me 5 janar do të jenë pushim në gazetarët e shtypit të shkruar, kështu që sigurisht kanë edhe urimet në faqet e para, por po ja u sjellim ashtu siç i kanë në ballinat e tyre sot urimet dhe sigurisht leximin e zhvillimeve të një dite më parë. Koha jon e premte 30 dhjetor 2016 vjen me këtë titull. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kriminalet jashtë nga politika, në faqe 17 është ky shkrim, është pra reagimi i ambasadës amerikane për dekriminalizimin. Sondazhi i Koha jon shpall personalitetet e vitit 2016. Politikani i vitit Ilir Meta, e keni në foto. Biznesmeni i vitit Bexhet Pacolli, gazetari i vitit Armand Shkullaku, moderatori i vitit Yllir Akipi. Intervista Endrit Brahimllari, vendimi për koalicionin me Partinë Socialiste do të merret në kohën e duhur. Shkrimi në faqen 10 dhe 11 është sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Investimi Fondi Besa, tashmë 100% pronar i Vizion Fond Albania SHPK, faqe 24. Urimet gëzuar nga artistët, gazetarët dhe politikanët shqiptarë, keni në faqen 12 dhe 13 që vjen një kartolinë urimesh që i ka përzgjedhur gazeta Koha jon. Ndërkohë që vetë gazeta ka përzgjedhur pra këtë formë urimi për gjithë lexuesit e vet, Koha jon ju uron gëzuar vitin e ri 2017. E thjesht sot dhe shpejt ballina e gazetës Koha jon, kalojmë tani në atë të gazetës shqiptare, ku do të ndalim në titujt kryesor. Ikin 2 deputetë dhe Roshi, SBA fitore. Dekriminalizimi, Basha filloi pastrimi i politikës. Manjani, ligji të zbatohet me çdo kusht. Donald Lu, paralajmërim për kriminalet. KQZ u heq mandatin, Rama firmos largimin e kryebashkiakut. Pra në mbrëmje ka ardhur edhe vendimi për shkarkimin e kryebashkiakut Roshi. Rama, Çekia bëri presion me veto për statusin kandidat. Kryeministri ishim në kolaps. Thirrëm zjarfikset e FMN-s. Debati në komisionin për Çezin ka pranuar. Pra, kryeministri se çekët kanë kërkuar sigurisht lehtësira duke përdorur presionin. Në fakt u fol në atë kohë, por tashmë edhe konfirmohet pra që kishte një presion çek.
për Shqipërinë. Vendimi vrau baban, gjykata dënon të birin me 35 vite burg, shkrimi në faqen 7 që vjen në gazetën shqiptare. Lista e Aluizni, legalizimet 1400 familjet që marrin leje në qarkun e Durrësit në faqen 12 dhe 14. Tiranë, Këshilli Bashkiak miraton planin rregullues në faqen 9 shkrimi. Certifikimi infermierët në qendrën kombëtare të vlerësimit duhet të verifikoni të dhënat, pra është porosia që u jep kjo qendër sigurisht që bën vlerësimin e tyre. Intervista president në 2017, Meta do të jem në krye të LSI-s, pra le të kuptohet se nuk do të jetë një ndër kandidatët për president në faqen 10 ky shkrim. Ledina Çelo në festival pa asnjë provë. Prezantuesja e eventit në radio televizionin shqiptar, skenarin e mora vetëm 2 orë para. Fustani im nuk kam dashur të afyej skenën, faji fotos me blic. Është një intervistë nga Fatmia Nikolli në vjen në faqen 18. Thotë se ka ardhur 10 ditë para festivalit në Tiranë e ka ndenjur 5 ditë kot në hotel duke mos pasur në dorë asnjë material. Është pra shpjegimi që vjen për atë paraqitje të festivalit nga Ledina Çelo. Opinioni i ditës nga Mentor Kikia, dekriminalizimi të zbresë të paratë e fushatës në faqen 20. Vërtet, i largojmë ndoshta njerëzit e inkriminuar apo bizneset e krimit nga parlamenti, po a i largojmë paratë e tyre nga ndikimi në fushat, një pyetje drejt që ngrihet dhe padyshim që sugjerohet nga Mentor Kikia. Opinioni i ditës vjen nga Aleksandr Meksi, gjithashtu në faqen 21, pra është ky shkrim Ballkan, Faustian dhe interesat shtetërore e kombëtare, pra ish kryeministri Aleksandr Meksi sjell këtë opinion në gazetën shqiptare. Kalojmë tani në gazetën Shekulli dhe ndalemi pikërisht në titujt e kësaj gazete. Titulli kryesor është padyshim ai i vendimit KQZ-s, dekriminalizimi dëbohen 3 zyrtarët. Pas 2 ditësh debatesh, hiqen mandatet e 2 deputetëve dhe të Kryebaşkiakut Kavajës. Kryeministri firmos shkarkimin e Roshit, paralajmërohet ankimimi në gjykat. Emrat që zëvendësojnë tahirin e Selamin, afatet për zgjedhjet në Kavajë, rreziku i votimeve njëherësh me ato parlamentare, është shkrimi që vjen në brendësi. Pikërisht në faqen 4 dhe 5. Ndërkohë, Prokurori i Gjykata, dosjet e nxehta të vitit 2016 dhe atentatet e pazbardhura, hetimet e nisura nga prokuroria që nga akuzat për korrupsion, nga grabitjet e parave, të trafiku i drogës dhe përplasja me gjykatat për lirimet para kohë, në faqen 12, 13 dhe 14 të gazetës Shekulli. Operacioni arrestohet në Morin Enos Begolli, akuzohet si pjesëtar i ISIS në faqen 3 ky shkrim. Tranzicioni pas përplasjeve, Obama i telefonon Trump, bien dakord për bashkëpunim, faqe 24. Sigurisht janë Amerikanë dhe e gjenë shpesh gjuhën e përbashkët, ndryshe nga ne në Shqipëri. Opinioni vjen nga Erben Rozhani, politikani i pashpallur i vitit, pra edhe i pashpallur, keni në klapa, lexojeni si ta shikoni sigurisht nga këndvështrimi që ka në shkrim autori Erben Rozhani. Kalojmë në krye të kësaj gazete, në ballinën e saj, janë titujt e tjerë që vinë, buxheti i bashkisë, taksat që do të paguajnë qytetarët e Tiranës. Votohet plani i ri urbanistik në faqen 10 dhe 11. Ka një debat të madh për këtë çështje, megjithatë PS dhe LSI kanë votuar së bashku planin e ri urbanistik. Kryeparlamentari Meta, president, kryetari i LSI-s edhe me 19 qershor, shkrimin faqen 7. Bilbili i Jugut, Vask Curi, këngëtari që mbijetoi për 4 dekada, profili i njeriu që pati si mësues 2 të mëdhenjtë, Mentor Xhemali dhe Alaver Bariun. Këngët erotike për vashat përmetare dhe epike si Vajza e Valëve, në faqen 18 është ky shkrim. Nga sporti, klasifikimi, pagat maramëndse të lojtarëve. Ronaldo triumfon për vitin 2016, i dyti Messi, shkrimin faqen 20-21, por tani do të jetë Carlos Tevez, më i paguari për 2017 nga parat kineze. Kalojmë tani në një tjetër të përditshme, është gazeta Tema, e cila vjen me titullin e saj të madh, e vërteta e marrëveshjes me Çez, kryeministri dëshmon në komisionin hetimor, shkrimi në faqen 3. KQZ u heq mandatin 2 deputetëve dhe Kryebashkiakut të Kavajës, shkrimi tjetër që vjen në faqen 4 dhe 5. Këshilli Bashkiak miraton planin e përgjithshëm vendor, ja 13 projektet strategjike në faqen 10 dhe 11. Erion Velia i replikon me Besnik Aliajn, këshilltari i opozitës që ha bukën e qeverisë ka marrë 500.000 euro në vit, faqen 7. Akuzë e fort kjo që erdhi nga Kryebashkiaku pas reagimeve të forta të Besnik Aliajt për planin rregullues.
Historia 91 vjeçares që u takua me Ramën, faqen 10 dhe 11. Antena brenda familjes, si gjithmonë në brendësi. 4 skenaret që mund të nxisin luftën NATO-Rusi me 2017 në faqen 14 dhe 15. Editoriali nga Mirobaze, viti i mosmarrveshjes për drejtësi në faqen 8, ky shkrim. Skënder Minxhozi, 3 mandatet e hequra dhe alarmi për zgjedhjet e ardhshme, faqen 8 është ky opinion. Lorenz Vangeli sjell gjithashtu shkrimin Suksesi dhe tortura, një çift gazmor dhe i pandashëm në Tiranë, faqen 9. Arjan Starova, Shqipëria politike në vështrim të paanshëm, shkrim në faqen 9 të gazetës Tema. Kalojmë tani në të përditshmen Dita, e cila vjen me këto tituj kryesor. Janë edhe 20 të tjerë. Heqja e 3 mandateve dhe reagimet. KQZ heq mandatin 2 deputetëve dhe Elvis Roshit. Brenda janarit, prokuria pritet dorëzojë në KQZ dosje edhe për 12 deputet dhe 8 kryetarë të bashkive të tjera, pra 8 kryebashkiak. Lajmi që vjen në gazetën Dita në faqen 4 dhe 5. Gazeta Dita sjell gjithashtu në këtë numër të fundit për 2016 edhe një kritik sigurisht për gazetarët që në një familje duhet ta marrim edhe si reflektim pavarësisht këndvështrimit që mund të ketë dikush gjuhëvrasësit për snobët mediatik dhe vulgaritetin në ekran nga Viktor Malaj, ku po e çojë në gjuhën shqipe keqpërdorimet e papranueshme nga figura publike si politikan, drejtues emisionesh, gazetare njerëz të artit. Çfarë tregon imitimi në formë dhe në përmbajtje i çdo gjëje të huaj nga gjithë farë snobësh dhe karagjozësh mediatik, të etur për të dukur dhe lavdruar nga ushtria e kokë zbrazurve, faqen 2 dhe 3 është shkrimi nga Viktor Malaj. Marrja e licencës në faqen 6. Farmacistët ja 255 pyetjet për të kaluar testin e praktikës. Lista është me pyetje në faqen 16 e gazetës Dita. Sot numri i fundit 2016. Dita uron lexuesit gëzuar vitin e ri. Numri i parë për 2017 del në 5 janar. Pra, deri me 5 janar nuk ka gazeta. Faqen 18 vjen shkrimi Kutia Pandorës, vrasja e Mehmetit u hapi rrugën atyre që sollën në skenë Saliu, është shkrimi. Kalojmë tani në të përditshmen Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor, e ka sjell në versionin weekend, duke qenë se nesër nuk do të ketë gazeta, e ka sjell që të premten gazeta Mapo, ndërkohë që rikthimi pra 5 janar. Mapo letrare, rrjeti i kritikës letrare, 10 librat më të mirë 2016, në faqen 18 dhe 21 janë pra edhe versimet që vinë me bashkëpunëtorët letrare, si Diana Çuli, Agim Baçi, Presh Zogaj, Ledia Dushi e tjerë janë përzgjedhur pra edhe këto botime. Kritika, Visarxhiti molla e dënuar në faqen 25 është ky shkrim. Titulli i madh në formën edhe të një analize të vitit është pra sjell nga gazeta Mapo, shoqëruar edhe me këtë karikaturë 2016, viti 0 i drejtësisë. Pse 2016 u shënjua nga 1 janari deri dje në 29 dhjetor nga çështjet e drejtësisë, nga ECJak e Komisionit Venecias, me drafte dhe rishikime draftesh të reformës në drejtësi, deri tek heqja e mandateve të 2 deputetëve dhe një kryetare bashkie. Si dhe kulmi, 21 korrik, votimi i vështirë thuajse i detyruar 140 deputetëve për reformën në drejtësi. A meriton të quhet 2016 viti 0 i drejtësisë? Faqen 10 dhe 11 i gjeni përgjigjet që mendon Mapo t'ju sjell. Intervista e javës, filmi për Pashkon, ideatori Çili dhe skenaristi Shkullaku shpjegojnë pse, shkrimi në faqen 12 dhe 13. Dekriminalizimi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve heq mandatin e Roshit. Rama e shkarkon. Ikin dhe 2 deputetët e Vlorës, shkrimi në faqen 7 të gazetës Mapo. Së shpejti në treg, revista Mapo shpall Lulzim Bashën, njeriu në vitit 2016. Pse Lulzim Basha është shpresa e demokracisë shqiptare, pra është pyetja që shoqëron titullin e revistës Mapo që do të jetë së shpejti në treg. Editoriali vjen nga Alfred Lela, drejtori botimeve Mapo, viti 2016, Homo aestheticus versus Homo economicus, është në shkrimi pra në faqen 3 të gazetës Mapo. Reaksionari është rubrika nga Fitim Zekthi, seksualiteti i festivalit dhe prezantuesja në faqen 11. Ndërkohë, Peripatos nga Klementin Mile janë rubrikat e përjavshme këto të gazetës Mapo në faqen 11. Udhëtar nuk ka rrugë, rruga krijohet duke ecur. Është ky këndvështrim pra që vjen nga Klementin Mile.
Profili në faqen 14, Betsy DeVos, një luftëtare e shkollës private në krye të arsimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. To janë pra titujt kryesor të Mapos, tani do të ndalim në gazetën Telegraf, e cila vjen me këto tituj. Titulli i madh: Amerikanët kryqëzojnë Edi Ramën. Shëbat gjunjëzojnë Ramën dhe e paralajmërojnë të mos bllokojë KQZ-n me urdhra verbal dhe SMS. Pasi rënja e 3 musketierëve të tij do të pasohet në janar edhe nga 7 deputet dhe 5 drejtues të pushtetit lokal. Shkrimi në faqen 4. Nëse qëndrojnë shifrat edhe të tjera, pra se flitej për 12 deputet dhe 8 kryetarë bashkisë, na bie gjithë pushteti shqetësuese kjo situatë. Kemi edhe këtë foto shoqëruese pikërisht me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe 3 protagonistët e vendimit. Ndërkohë, në titujt e tjerë të gazetës kemi edhe këto argumenta. Lulzim Basha, pra është si reagim për këtë vendim, ndarja politikës nga krimi sapo ka nisur, Shqipëria drejt integrimit në Bashkimin Evropian, shkrimi në faqen 4. Almida Kafia dhe Rigels Guzi, KLSH IPSAS për kontrollin efektiv të shpenzimeve gjatë ekzekutimit të buxhetit në faqen 5. Frank Shkreli, ish drejtori i VOA-s për Euroazin, një urim për një fillim të ri në vitin e ri, në faqen 9 ky shkrim. Viti 2016 në optikën e kreut të LSI-s dhe kryeparlamentarit Ilir Meta. Festat e fundvitit 2016, njerëzit në nevojë, ëndra dhjetorit 90, drejtimi i parlamentit, raportet me Ramën, zgjedhjet e 2017-s, presidenca apo kryeministria në faqen 6 dhe 7. Pra, dy janë alternativat sipas këtij titulli. Kalendar: ja 50 ngjarjet më të rëndësishme që ndodhen në Shqipëri gjatë vitit 2016, nga politika, historia, arti, kultura dhe shoqëria në faqen 2 dhe 3. Gosip sportiv: sondazhi 10 femrat më të bukura të vitit 2016. Tabloidi anglez The Sun publikoi një renditje speciale me gratë e futbollistëve në faqen 20. Sigurisht më aq para sa marrin futbollistët, edhe gratë mund t'i zgjedhin. Mozaik dhe aktualitet. Në faqen 18 kemi Fadil Kepin me këshillat e tij, mësuesi idealist të Sherif Dervishi, shembull dhënës në çdo kohë, është një këndvështrim ndryshe, pra jemi mësuar ta shohim Fadil Kepin vetëm me këshillat për sigurimet dhe pensionet, por sjell edhe këtë portret të mësuesit të Sherif Dervishi. Në faqen 22, mjekësia, ç'është talasemia dhe si ta parandalojmë atë, kontrolli dhe kurat e duhura, faqen 22 pra. Horoskopi vjetor 2017, parashkimet, surprizat e ngjarjet më të rëndësishme për çdo shenjë, faqen 23. Opinion dhe koment është rubrika, por sigurisht kemi edhe urimin që vjen nga Angel Musaj, drejtori Telegrafi uron gëzuar vitin e ri 2017. Dhe në faqen 10, nga Nikola Pano, SHBA-t e duan Ballkanin të qëndrueshëm, është shkrimi pra që vjen nga gazeta Telegraf si përmbyllje e ballinës së saj, dhe sigurisht do të shohim edhe titujt e tjerë të shtypit. Ndalemi tani në gazetën Ballkan. Sot është falas gazeta Ballkan. Kompensimi i pronarëve: shpërndahen 5 kestet e para me vlerë rreth 3 miliard lek, njoftimi i Agjencisë Trajtimit të Pronave, lista e plotë e përfituesve në disa qarqe, fondi i kompensimit për pronarët e pasurive të palishme që preken nga ndërtimet informale. Është shoqëruar me këtë tokë të blerë, të begat, por jo gjithmonë e kemi kështu se përtojmë ta punojmë. Vendimi i Këshillit Bashkiak: miratohet plani urbanistik i Tiranës, gati lejet e ndërtimit, ndryshimet e kryeqytetit deri në vitin 2030 në faqen 6. Fondi për pensionet: qeveria ndryshon vendimin për shpërblimin e fundvitit në faqen 6. Emigrantët në Greqi: nis procesi pajisjes me leje qëndrimi biometrike, flet për projektin ministri i politikës e emigracionit Yanis Muzalas. Faqen 7 ky shkrim i rëndësishëm fakt për emigrantët, cilët do të pajisen me leje qëndrimi biometrike. Dekriminalizimi: KQZ u heq mandatet Elvis Roshit, Dashamir Tajit dhe Shkelqim Selamit, faqen 3. Ambasada amerikane: vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve paralajmërim për zgjedhjet e 18 qershorit, faqen 6. Faqen 9 vjen urimi gëzuar vitin e ri, njerëz të urt, nga 2017 shqiptarëve i ushtohet edhe një besim vetingu, gëzuar dhe atë në faqen 9 është këndvështrimi pra nga gazeta Ballkan edhe me pak humor. Speciale 50 ndodhi që kanë shënuar vitin 2016 në Shqipëri, shkrimi në faqen 11. Çmimet e reja të energjisë, ere, jasa do të paguajnë konsumatorit deri në mars, faqe 6.
Hapet thirrja për grantin 6 milion euro për fermerët e përmbytur të 2015-s në faqen 7. Më në fund, pra lajmi mirë, por mbetën pa shkuar për vitin e ri, megjithatë shpresojmë të marrin sa më shpejt se kanë humbur gjithçka kanë pasur, duhet të rinërtojnë se ne kërkojmë investimet në bujqësi. Paradoksi i hashashit, bujqësia bie, por rritet punësimi në fshat, faqen 7. Këshilla mjekësore terapi me dritë për të ndaluar Alzheimerin në faqen 13. Gazeta sjell edhe opinionet. Gazeta Ballkan në krah të interesit qytetar nga Arben Iljazi, është kryeredaktori i gazetës, faqen 12. Pse duhet të takojnë përfaqësuesit e politikës shqiptare në Maqedoni nga Arben Lalla në faqen 12 dhe çfarë do të bëjë Rusia në 2017, një shkrim që vjen nga Markus Tanner, pra në faqen 12 i përkthyer. Kalojmë tani në gazetën Integrimi, organi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. LSI mbështet qëndrimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Luan Rama, procesi i dekriminalizimit të kthejë besimin qytetarët te politika, faqen 5. LSI inkurajon institucionet për zbatimin e ligjit të dekriminalizimit dhe është e vendosur të krijojë në politikën shqiptare standarde euro-amerikane të angazhimit në politikë. Titulli i madh është i dytë, pra shoqëruar me foto, është ai intervista e kryetarit kuvendit Ilir Meta, momenti më i mirë i 2016-s, miratimi me konsensus i reformës në drejtësi, shkrimin faqen 2 dhe 3. Brahim Llari, transparenca kyç për një vendimarrje sa më të mirë edhe në shërbim të qytetarëve, diskutime të Këshillit Bashkiak të Tiranës në faqen 4. Frejda Kërpaçi, mbështesim të rinj të duhen financime konkrete për edukimin dhe vende të reja punësh, kryetaria e LRI-s në faqen 4. Mbledhja e Këshillit Bashkiak, miratohet plani i përgjithshëm vendor i Tiranës në faqen 4. Shezaj Rokaj, plani urbanistik i vlen perspektivës së zhvillimit të kryeqytetit. Shpresojmë se ka shumë debate lidhur me këtë çështje. Një shkrim që vjen nga Deutsche Welle, nga Bernd Riegert, pra koment, perspektiva BE-s për gjatë vitit 2017. Të shohim nëse na përfshin edhe ne kjo perspektivë në 2017, se 2016 për te i premtimeve dhe besimit se do të ishim të paktën me negociatat hapura, na la duar bosh. Kalojmë tani në shtypin sportiv. Do të ndalemi tani në titujt kryesor të gazetave sportive, do të flasim për sportin, sigurisht edhe gazetat sportive mbyllin sot dhe janë lajmet e fundit sportive për 2016. Kuptohet edhe futbolli është pak në pushime, sidomos në kampionatet shqiptar, por edhe kampionatet e tjera europiane, përveç njërit që luan edhe luan nesër, luan pas nesër, dhe janë pra skuadrat angleze që nuk njohin vit të ri për sa i përket futbollit. Megjithatë, ka edhe lajme interesante që vinë duke nisur nga Sport Express. Intervista, djaloshi i Art Bregu, për të ardhmen flasim në verë, faqen 9, është lojtari i luftëtarit, një prej talenteve të Superligës shqiptare, i cili merr vëmendjen edhe të shtypit sportiv. Flamurtari, Mezani kam skuadër super, Idrizi Alvesh nuk preket në faqen 7, pra nuk do të ketë paktën këto janë deklaratat e para, se merkatu është i gjatë, ndryshojnë shumë mendje dhe Alvesh mund të përfundojë edhe në Korç. Titulli i madh me foto është shoqëruar edhe me një listë emrash, cilat sigurisht i lexoni në brendësi të gazetës Sport Express. Partizani i ri, zbardhet lista në faqen 5. Sport Express zbulon lojtarët që do të udhtojnë për në Turqi. Sukaj është emri kryesor, ndërsa mbetet jashtë Shkodrani, Hakaj, pra është lënë jashtë skuadrës. Ndërkohë, pra është edhe Boniface i thirrur pra në listën e lojtarëve. Super menaxheri Qor Mehmeti në 360 gradë, Eurofej sekretet e menaxhimit, Berisha, Oljainka, Balaj, Roshi e Lullaku, të gjithë kanë si arkitekt menaxherin e famshëm i cili flet për karrierën e vet. Faqen 2, pra është menaxheri i lojtarëve më të mirë të kampionatit shqiptar dhe jo vetëm. Skënderbeu, merkatoja ende e bllokuar, gjithçka varet nga Agostinelli në faqen 3. Bilanci, Tirana e 2016-s pak buzëqeshje e shumë pengje në faqen 6. Kuksi, bilanci vjetori kryesuesve, 3 trajnerë dhe 6 humbje, pra në një vit vetëm 6 humbje skuadra e Kuksit, absolutisht një rezultat shumë pozitiv për kuksianët. Sport Express uron gjithë lexuesit gëzuar vitin e ri, numri i ardhshëm do të botohet në datën 5 janar, pra ky njoftim është në gjitha gazetat, kështu që kjo është edhe e përcaktuar nga shtyp shkronjat, të cilat sigurisht të kthehen në punë datë 5 janar. 4 janar, po në 5 janar dalin gazetat. Bota,
speciale Made in China, ai ka e futbollit po shkon në Azi. Edhe Tevez shkon në Kinë dhe bëhet futbollisti më i paguar në planet. Shpondodh në vendin që në futboll ishte thuajse 0 deri para pak vitesh, faqen 18 dhe 19. Mercato, faqen 13, Fabregas, Isco, Kovacic, ëndra kineze të Milani. Sigurisht nëse do të hapet qesja parave, gjithçka bëhet e mundur. Angli, Premier Liga nuk ndalet. Një javë futboll non-stop në faqen 16 dhe 17, pra është ajo që tham pak më herët që nuk ka të ndalur futbolli në Angli, do të ketë të gjitha ndeshjet në vërtet në një javë të çmendur, siç është ajo e fund vitit dhe e fillim vitit të ri për kampionatin anglez. Kalojmë tani në një tjetër gazetë, është e fundit për 2016, sigurisht është edhe e fundit për sot, është gazeta Gol. Gazeta Gol ju uron gëzuar vitin e ri 2017. Rikthehemi 5 i pari 2017 është titulli në krye, pra që lajmëron edhe urimin e festave, por edhe rikthimin e gazetës. Dortmund, Schalke 04 dhe Valencia në gjurmet e Taulant të Xhakës. Shkrimi në faqen 2, pra bëhet fjalë për lojtarin e kombëtarës shqiptare Taulant Xhaka, i cili është kthyer në një prej lojtarëve të kërkuar në mercato nga skuadra e Bazelit. Sigurisht pritet një përgjigje për këto interese të skuadrave kryesore europiane. U fol në fakt edhe për Barcelonën, gjë që sigurisht mbeti vetëm një titull mediatik. Megjithatë, nuk i dihet asnjëherë futbollit. Largimi i Agostinelit mungon vetëm zyrtarizimi. Faqen 2 ky shkrim. Pra duket se paktën sipas gazetës Gol, trajneri italian i ka ditët e numëruara tek Korçarët. Kalojmë në titujt e tjerë. Mercato, Sirena Spanjolle për Reimana në faqen 2. Tashmë nga Pescara e ka mbyllur ciklin e tij dhe sigurisht do të kthehet te Interi për të marrë vesh destinacionin se ku do ta huazoj skuadra milaneze. Trajneri i kombëtarës, De Biasi i ftuar i special i Kontës në stërvitjen e Chelsea-t në faqen 2 ky shkrim. Pastorello, Atalanta do ta blejë kartonin e Berishës. Portieri shqiptar ka lënë mbresat e skuadra bergameze duke rezultuar deciziv në disa raste, shkrimi në faqen 2. Pastorello është drejtori i Atalantës, i cili ka vendosur pra dhe Lazio ka kërkuar 7 milionë euro për portierin e kombëtarës shqiptare. Drejtori sportiv Haxhia, Partizani e mbyll sezonin në vend të parë. Kryeqytetasit mbyllën një vit të ngjeshur futbollistik, fillimisht pjesëmarrjen në kupat europiane dhe më pas sezoni i ri në kategorinë superiore. Në klubin e Kuq është koha për të bërë llogarit, shkrimi që e gjeni në faqen 2. Këto janë pra titujt kryesorë të shtypit për sot. Me titujt e gazetave takohemi në 5 janar. Ne sigurisht do të vazhdojmë të jemi këtu për t'ju sjellë komunikimin telefonik. Vetëm pas pak mos u largoni, qëndroni me ne. Është ora juaj, është fund viti. Hajdeni të bëjmë ndoshta diçka ndryshe, edhe të urojmë, por edhe të analizojmë atë çka kemi kaluar në këto 365 ditë të këtij viti. Pas pak, mos u largoni. Është ora juaj 04 23 44 720 dhe 069 670 24 janë dy numrat e telefonit që keni në dispozicion dhe padyshim që do të jemi së bashku për të ndarë të gjitha ato që ju keni për të thënë, për të adresuar së bashku në këto hapësirë, jo dhe aq të vogël, është rreth 1 orë e 40 minuta në dispozicion. Presim pa humbur kohë telefonatën e parë për sot dhe urojmë mirëseardhjen. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Patrik. Mirëmëngjes zonjë. Gëzuar një vit i mbar me gjithë familjen tuaj edhe të gjithë njerëzit që na dëgjojnë, pacin shëndet dhe lumturinë për familjet e tyre. Faleminderit shumë, bashkohem me këtë urim. Një 365 ditë në vit. Ky vit ka qenë një vit shumë i tmerrshëm me aksidente, me vrasje, me djegje, me gjëra që me thënë na kanë shqetësuar shumë. Qartë. Të them një gjë tjetër që po e përjetojmë, Patrik, Keqenona, unë që po flasem 64 vjeç. Si ky vit, një vit që mos saktë kur po flas nga ana financiare dhe fukaralliku që kemi në pensionistat. Edhe se morëm atë 60.000 lekë, i lam dritat Keqenonës sa vin ti prej. Tani. Fillovi ajo që po i heqin këto dekriminalizimi i politikës. Ashtu. Po funksionoi kështu, si me këto të tre, dhe ka dhe shumë të tjera, t'i japin dhe t'a vend drejtësi këtë vend,
se ne po shkatrojmi nga nervat. Kuptoj. Njerëzit ngelen në përgjyqe, ja bë me fol me veta. Kuptoj. Ka pa drejtësi gjitha nej. Pra, 2017 na sjell më shumë drejtësi, kjo është ajo që po kërkojmë. Bravo. Shumë faleminderit zonjë. Unë të marr nga Durrësi. Po. Vetëm një gjë të dish. Ky vit i ri në Durrës është vetëm mjergull, flur, pislik dhe as ndihet festë që është gzim dhe vit i ri. Trafik i papare, ku e gjetën këto më të keqe nona që po rrullojnë të rrugë, të urë mbi kalim ke porti. Qartë. Ore është të merë, o Patrik, të merë. Më keni sjell një argument shumë të rëndësishëm, fakt që unë doja të ndaja sepse rastisht dje duke kontrolluar kanalet shqiptare të Kosovës, pra flas stacione televizive, pash një njoftim që më tërheqi shumë vëmendjen nga komuna e Prizrenit. Kishte vendosur në dispozicion të qytetarëve një faqe online, interneti, ku ju shpjegonte për çdo ndërhyrje dhe lajmëronte për çdo ndërhyrje që kryej në rrugë, në sheshe, në ndërtesa, pra në urë, ku diun me radhë gjitha këto, dhe kishte njoftim. Kush kishte hall për ditur se nga mund të kalonte, sepse kemi Elbasanin bllokuar, Durrësin bllokuar, Beratin bllokuar, pra qytetet tjera të bllokuara nga punët, sepse janë nisur gjitha punët për një herë dhe qytetarët nuk kanë informacionin se ku të shkojnë. A të them nona një gjë të fundit? Po, që ta mbyllim, po. Po kush po pyet të popull se çfarë është bo e çfarë është. Jo pra, kjo është që populli ta kuptoj se sa i rëndësishëm është shërbimi ndaj tyre. Se po vjen qershori, qartë. Edhe ta rre gishtin në kokë e ta mendoj. Se dhe buxheti në Durrës nuk u realizu. Drejt. Të falenderoj shumë, e uroj gëzuar edhe vit i mbar për gjithë ju dhe njerëzit tuaj në familje dhe kudo. Faleminderit shumë zonjës nga Durrësi, ndërkohë që ne do të ecim më tej me një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirë se erdhët. Edhe neve si dëgjues ju urojmë që të kaloni gëzuar vitin e ri komplet stafi. Faleminderit shumë edhe ju. Kisha 2 pyetje. Po. E para. Ju thoni që do e trajtojmë këtë problem. Të tërë dëgjuesve kur kanë një gjë. A ka mundësi të pyes për problemin tim? Deri ku është trajtuar dhe si? Po ne kemi folur që unë ju adresova tek emisioni investigativ, ju nuk u pëlqeu, paden tani të flasim për... Nuk më pëlqeu, më fal. Nuk më pëlqeu për arsye se ka kohë të shkurtër. Një e pare punë se unë nuk e dje se ky bombiciste të bëhet një kafja. Rofsh. Po problemi është se, shiko, tani, që mos i hymë këtij diskutimi se ky është një diskutim. Tani, këto janë mundësitë që kemi ne. Ne nuk kemi kohën në dispozicion, pafundësisht edhe në këtë emision, kemi një kohë në dispozicion që duhet ta respektojmë, apo jo? Nuk është trajtuar nga të tjerë. Nga të tjerë, jo, ne kemi folur bashkarisht. Jo, në të tjerë. Me ato kronika që kemi ndjekur bashkë, ku keni pasur procesin gjykate tjetër, aq është drejtuar, kemi folur bashkë, janë argumentat me të drejtë. Nëse ju i keni ato prova që pretendoni, padyshim që është një çështje e rëndësishme. Pa tani, duhet gjejmë formën dhe mënyrën si ta prezantojmë. Unë këtu nuk kam mundësi ta prezantoj, unë mundësinë ja kisha dhënë tek emisioni Bum, i cili është një mundësi për ta ndjekur. Sigurisht ju zgjodhet mos ishit atje. Komunikojmë për një mënyrë të dytë. Nuk e di se si do t'jetë, po do të gjejmë një mënyrë për ta trajtuar. Mirë. Dakord? Dakord, faleminderit. Po, faleminderit ju, me u pafshim. Gëzuar dhe mbarësi. Ecim më tej presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Jam i qytetar nga Durrësi. Po, me kënaqësi. Aty nga vitet 2000 kemi ardhur që fermerët që ishim nga fshat, jam në Berat faktikisht. Po. Edhe kemi ardhur në Durrës për të bërë qytetar. Mi po toka në ngeli atje. Edhe duam të paguajmë siguracionet për të marrë pensionin. Po. Mirë po, me ligjet e shtetit, si të Berishës dhe të Ramës, nuk na lejohet që të paguajmë siguracionet këtu, me që kemi pasaportizimi këtu. Kurse unë kam tokë në fshat, kam dhe shtëpi në fshat, dhe paguaj tatimet e tokës. Pra taksat ja paguan kësaj toke në Berat, apo jo? Ja paguaj taksat, mi po nuk më lejohet që të paguaj siguracionet atje për arsye se jam jashtë prefekturës.
Atëherë, Po në Durrës ju ja japin mundësin t'i paguani? Jo, nuk na lejohet, se jemi jashtë prefekture. Atëherë nua ngele siguracionet pa paguar, edhe këtu jam i papunësuar, nuk njifën gjykundin në listat e... Pra, argumenti vetëm, ose më sakt, refuzimi është thjesht se ju i keni hequr dokumentat e pasaportizimit, nga Berati i keni sjellën në Durrës. Po, kemi hequr dokumentat nga Berati. Dhe rrugë zgjidhje, Po. Një pjesë qytetarësh ka paguar pa ditur, domethënë rregullat e lojës, ka paguar siguracionet në këtu pa ditur se nuk lejohet që të paguash. Interesant kjo si. E pra, po, këtë doja të pyesja, institucioni, ku jeni paraqitur të sigurimet shoqërore në Durrës apo në Berat, ju kanë vënë një rrugë zgjidhje se tani dakord se jeta kështu është, do të lëvizim, do të shkojmë. Ata shpjegojnë kështu. Po. Nuk ke mundësi ta punojsh tokën, thotë se je larg vendit të banimit. Unë e zgjidh si dua, unë mund të shkoj çdo mëngjes nga Durrësi në Berat. Unë kam në shtëpi në fshat dhe jetë të Beharin, punoj jetoj në fshat dhe kështu ngelet. Kjo është po, e kuptova shumë drejt. Atëherë shumë e rëndësishme në fakt kjo se si puna juaj mund të jenë shumë njerëz që e kanë të problem, duan sepse ky është një rast tipik kur ti do të kontribosh, pra të japësh kontributin tënd për të garantuar edhe një pension të ardhmen, sepse pastaj dalim kësaj. Dëgjoj. Para 2 vjetësh qeveria nxori një urdhëres që të gjithë ata fermerë që kanë të vetë sigurohen, po. Që të kontribojnë për të paguar siguracionin atje, dhe të hiqet kamazvonesa. Dakor. Dhe si përfundim, vajta atje dhe që dita e largimit nga fshati, nuk të njihet, pra. Nuk më dhahet drejta për të paguar. Atëherë, çfarë mund të bëj unë tani? Atëherë, unë të falenderoj vërtet shumë sepse kjo është një temë shumë e rëndësishme. Ne do t'ja kërkojmë një interpretim të kësaj situate, drejtuesve të sigurimeve shoqërore, që të kuptojmë se si mund të gjendet një zgjidhje. Nuk është problemi se tani e kuptuam që nuk lejohet për shkak të prefekturës e tjerë. Por cila do të jetë zgjidhja që do t'i ofrohet qytetarëve dhe ne do t'ja kërkojmë ta sjellin një opsion, sepse kur njerëzit duan të kontribuojnë, atëherë t'u jepet zgjidhja për të kontribuar dhe sigurisht për të siguruar të ardhmen e tyre. Unë të falenderoj vërtet shumë, faleminderit dhe uroj ditë të mbar dhe absolutisht uroj vërtet që të zgjidhen këto ngërçe, sepse janë disa ngërçe, falenderoj shumë zotrin. Janë disa ngërçe të vogla, që duken në pamje të parë si të vogla, se me ke tokën në Berat, s'ka nevojë ti jeton Durrës pse do të paguash atje sigurime. Jo, zotëria do ta punoj dhe do ta mbaj atje. Këtu nuk ka tokë në Durrës, ta punoj tokën e tjerë të paguaj sigurimet si i vetë punësuar në sektorin e bujqësisë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëserdhë, ju përshëndes. Gëzuar 17. Faleminderit, gëzuar dhe juve. Unë desha të artur në qikon për me këtë se ka ma gjithmonë për këto gjerë, por për këtë dhe me kriminalizime e zuna peshit e vejle ata. Edhe këta deputetët, edhe këta parlamentarë që janë këta kryetarët e partive, këta duhet të këshim betë më të forës të ligjin dhe kriminalizim, që nga në janë dhite njëshje, këtej të dënohet edhe të antikorupcionet, antimafit që janë këto. Problemi është se nuk ka tim, vetëm hiqen ta dhe ne nuk... Zoti Patrik, këtë popull po vone dhe janë vrarë, si që statistikët e të 8.000 veta me duart e tyre në shtatës, me 2008, me 11, unë s'kam në asimi me në jemë kriminalizmë të heptarës. Edhe mos të flasë, varë kryetarët e partive që janë këta për të japi ajo, kurse këto prokuroria dhe komisioni qendror i zgjedhjeve dhe ta mbyllim gojën. E drejt. Ska se tifosin hundët ata, jo Roshi, jo ky, po ai, po ky, të ta janë të lyrë, si deputet tani janë të lyrë, sidomos me korrupsion, me vidhje, ato lekë që marrin në taksa paguesi marrin, 140 deputet me 1.000 taksa paguese, fëmia nuk taksohet. Kuptoj. Na ne i marrin ata taksat, 100 deputet. Pra, i bie që shumë deputet, apo zyrtar, apo drejtor, etj. Janë paguar padrejtisht me taksat tona. Po kush na jep llogari për këto para? Edhe ja bërë vjetë 3 milionat aty, gazetat e se unë të normal ato. Edhe gëzuar viti i ri, të mira. Faleminderit shumë. Ju uroj edhe unë një vit sa më të mbarë. Faleminderit shumë, ju përshëndes dhe uroj gëzuar dhe ju. Faleminderit. Ecëm më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jam një banor nga Vlora. Po? Banor nga Vlora. Po? Po kam tokën në fshat. Jam nga Kiri. Po? Dhe kush është problem? Po? Nuk paguajmë të siguracionet. Pra, Pasatime, taksat i paguajmë të tëra 100%, po pse jemi në qarkun e Vlorës, nuk lejohet paguaj siguracionet, nëse marrë vesh këtë punë. Unë e punoj tokën, i bej të tëra shërbimet, kam bjelu linjë të tëra gjerat, dhe siguracionet nuk i paguaj dot. Pra, është njëti problem si që kishte zotëria nga Durrësi, pra që kishte tokën në Berat dhe jeton të Durrës. E njëjta gjë. E drejt. Absolutisht, ky është një shqetësim për të sqaruar, për të kuptuar se si do të veprohet, se tani këtë e kuptuam, pra nuk lejohet nga një qark në qarkun tjetër, se ju jeni nga qarku Firit, por ndërkohë jetoni në qarkun e Vlorës, pra në qytet. Dhe ky është një problem që u konstatua tashmë. Problemi është se çfarë zgjidhje duhet i japim dhe cila do të jetë opsioni që i jep qytetarëve të vet Instituti i Sigurimeve Shoqërore apo qeveria, se ndoshta duhet parë edhe më kompleks, kështu që unë ju falenderoj shumë vërtet që e adresuat të problem dhe të mundohemi ta sqarojmë me institucionet përkatëse, duke filluar nga ministritë e përkatëse deri tek Instituti i Sigurimeve Shoqërore që është zbatuesi i këtyre vendimeve. Shumë faleminderit. Ju uroj ditë të mbarë dhe gëzuar i dashur. Faleminderit shumë. Gëzuar dhe familjes tuaj. Faleminderit. Ecë më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Korça. Po. Kemi folur një dy herë më përpara në lidhje me aluizmin për punën në një shtëpi që kam ndërtuar nga viti në vit. Po. Me redaktorin tuaj atje, më thatë që do ta dërgonit gazetarin, lash numrin e telefonit. Po. Nuk deri në momentin që... Shiko, kemi problem madh në Korçën se kemi shumë raste, cilat nuk është problemi aty, dhe po i merr një nga një, ndoshta e kuptoj nxitimin, por rastin në fjalë, pra çështjen e legalizimeve të banesave të 90-s, sigurisht që ka edhe një vendim, nuk e di nëse jeni njohur me vendimin, që do të ketë të truaj. Po, zoti Patrik. Po. Jo para 90-s, është mbas. Po, se janë para 91-shit, nuk e di nëse u ka, prandaj po ju pyes. Edhe njërë, do të thënë shtëpia është bërë pa lejë, mbas 90-s, jo para 90-s. Në truall shtetëror. Jo, e dikuj tjetër, pronar tjetër që ka dalë. A ka pretendime pronarja apo është kompensuar? Se tani ka një vendim, një VKM që duhet dalë për t'i shproncuar dhe pra, duke qenë se ju marrin lekët ju për legalizimet, ja u japin pronarve për t'u shproncuar. Ky proces në dijenin tuaj është bërë për rastin konkret? Tani, edhe njërë, dhe më thëmë, prandaj ta që komunikonja me gazetarin tuaj për olësira. Vetëm se do të kërkojmë ndjes pak për zjatin, po janë shumë raste, Korça ka shumë raste që sjellën vëmendje padyshim. Më falni dhe njërë, atëre, do më thëmë, në qoftë se unë do komunikoj me gazetarin tuaj, olësirë mund të flasim. Me pronarin e tokës, me pronarin e tokës kam qenë do më thënë gjyq. Unë kam paraqitur kartën e legalizimit dhe deklarimin që është bërë në 2006. Tani më bën përshtypje në kohën që kam folur me juve, po jam munduar dhe disa herë të tjera aty ka, po s'pata mundësi. Tashi, më bëri përshtypje një gjë. Edhe doa që të pyes juve. Si ka mundësi do më thënë nga Tirana më vjen një letër edhe më thonë ishte një zyrë përmbarimi, kuptohet privat. Po. Si ka mundësi do më dhënë që gjenë adresën time e më se të tash. Po, përderi sa keni qenë proces gjyqësor e kanë adresën tuaj, kështu që e gjenë nëpërmjet vendimeve gjykatës. Vendimet e gjykatës. Po, çfarë thoshte përmbarimi se këtë tani... Si më kërkonte do më thënë që të bashkëpunojja me përmbarimin. Unë nuk kam punë me përmbarimin. Unë kisha punë në më thënë me... Përmbarimi privat kërkon shef vendime gjyqësore, gjenë raste ku mund të shfrytëzoj për të marrë para, kështu që mos u shqetësoni fare në këtë pjesë. Jo, edhe unë këtë përgjigje i dhamë. Megjithatë, ata mund të jenë zotërinë të nderuar, unë s'kam asnjë dyshim.
Megjithatë, shtëpia juaj në proces legalizimi është futur, ju jeni korrekt, i keni paguar të gjitha detyrimet? Jo, unë nuk kam paguar absolutisht asgjë. Jo, them, i keni bërë dokumentat, e lëm pagesën. Dokumentat janë që në 2006 kam vajtur kush e disa herë. Okej. Megjithatë, nuk kam marrë përgjigje këtë nga Luizi. Dakor, të lidhemi dhe të komunikojmë, shpresojmë ta trajtojmë si rast dhe sigurisht edhe. Okej. Ditë festas, kështu që nuk ka mundësi. Takohemi sigurisht në fillim vitit ri dhe të mundohemi ta adresojmë. Shumë faleminderit, ju uroj ditë të mbarë. Gëzuar. Dhe ndoshta është me ndime më të mira. Faleminderit, shpresojmë dhe urojmë kështu. E falenderoj shumë zotrin nga Korça, sigurisht pra janë çështje, në fakt këto çështje e legalizimeve janë çështje që duhet të jenë pak më transparente edhe institucionet. Ka proces gjyqësor, ka kalim pra të dokumentacionit në për zyrat e Luiznit, të shpresojmë që t'i japin fund këtyre ECJ-kave të qytetarëve 2017 t'i zgjidhë këto probleme. Kujt i legalizohet, kujt nuk i legalizohet, i thuhet zotri nuk të legalizohet dhe të jepet zgjidhje pastaj secili vetes vetë dhe shtëpisë vet. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Jo, unë jam një fshatar nga Vlora që banoj në Tiranë. Po. Se në fshatarët kemi mbushur Tiranë, apo jo? Bashkarisht. Ka që do bëj një pyetje për kulturë. Po. Ndjek me to reklama, publicitetet që jep televizorin, bëm përshtypje. Po. Që ajo qumshi lufra, do të thënë ajo fabrika, çfarë mund të themi, po, fabrik, punishte. Mbush gjithë Shqipërinë. Si ka mundësi? Unë kam parë kaloj atje 10.000 euro për betonin është bërë. Nuk e di, unë kam përshtypjen se funksionon, e mbledhin qumshin, nuk është se e kanë vetë të prodhim. 1 euro për betonin mbush Shqipërinë me qumësht? Jo, paktën në dijenin time unë nuk e njoh procesin, po me sa di unë, ata mbledhin qumësht nga gjithë zonat, nuk është se kanë prodhim vetin qumshtin, nuk e di nëse kanë ferm. Jo, se edhe kështu kur e provoj, më duket si gjysmë që aku drekjeve në qoftë se më pak në tjetë ujë mirë. Dakord, për të trajtuar, sigurisht, nëse ka ankesa, ti di edhe lufra pa tjetër. Jo, faleminderit shumë, absolutisht. Është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Gëzuar gjithë mirat, faleminderit. Ecim më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjesi, urime për emisionin. Faleminderit, mirë se erdhe dhe ju. Gëzuar gjithashtu. Jam një qytetar, jam invalid. Po? Kam 3 fëmijë. Vaj, 2 fëmijë kam gjimnas, që i bëjmë rrugova, një vaj që kam tek fakulteti Gjuve të Huja. Po? Në vitin e parë kam përfituar atë bursë. Në vitin e dytë më kërkuan të gjitha dokumentacionin nga statin taksat, nga çdo gjë. Pastaj më del dhe më thot, nëse nuk merrni asistent, mia juaj nuk përfiton bursë. Po, edhe nëse e keni vërtetimin se jeni i pa punë dhe pa të ardhura. Vërtetimet të gjitha, nga të gjitha që e kërku, vetëm hallin e hallë sot, ti nuk merr asistent, nuk përfiton bursë. E di pse e them e thash të pyetje, sepse dje ishte një rast nga Shkodra, më dëgjoj pak. Ishte një rast nga Shkodra që thoshte, po kishte të njëjtën problematik, po në të kundërtën me ju. Pra, nuk trajtoi me ndihmë ekonomike dhe nuk merrte, jo, trajtoi me ndihmë ekonomike dhe nuk i jepshin vërtetim papunësie. Pra, quhej i paguar me ndihmë ekonomike. Pra, në të kundërt, kjo është problem pra, si kusht që del nga universiteti apo nga institucionet që përgatisin dokumentacionin, zotri. Kush ja u ka dhënë, kush ja u ka vendosur këtë kusht? Nga universiteti e ka të nënvizuar, sot ti nuk përfiton babi jot asistent, ti prani nuk përfiton bursë. Të gjitha dokumentacionit, vërtetimin e papunësisë, vërtetimin e invalidit, vërtetimet e... Pra, sepse ju automatikisht si invalid, besoj se e përfitoni këtë gjë, se një invalid nuk mund të përfitoj asistencë kur merr trajtim pensiona, pagesë invaliditeti, pra, se janë ca gjëra logjike në këtë sens. Po bukur, po fëmija bursë nuk e përfiton kur e ka baba. Po pikërisht pra, për invalidet me sa di unë ka kushte tjera krejtësisht më lehtësuese. Nuk e di, megjithatë, Universiteti Gjuve të Huaja pra e ka këtë. Fakulteti Gjuve të Huaja, fal. Vitin e parë e ka përfitu, vitin e dytë tash e ka me ndonjëzume për ka asistenca. Bjerë nga ndihma ekonomike nuk e merr dot. Vota ndihme ekonomike më thot, unë të jap vërtetim që strajtohet. Shko atje që thot nuk trajtohet, pra ne nuk përfiton. Jo, po zyra ekonomike sigurisht nuk mund të ta jap vërtetimin që trajtohesh, përderisa nuk trajtohesh.
Bravo. E qartë. Tani ju u ka kaluar se... Tashti ata të ndaloj vajzën fare nga shkolla. Të lutem, dje ka qenë afati fundit, u kanë dhënë mundësi që ta zgjidhni këtë problem apo është mbyllur afati dje? Ata 22-29 bile e komor punojsen e shkollës Ibrahim Rugova në mënyrë shoqërore, miqësore e ka se më ka plotësuar dy vërtetimet e fëmijëve të tjerë. Qartë, kuptova. E tha ne kemi pushim një me datë 4. E prapë, pikërisht ky është problemi se është bërë dokumentacioni për bursat në kohë pushimesh. Në një shtet jemi këtu thot nga data 22 deri 29, shkolla tjetër thot nga data 23 një me 4 e kom pushim. Kjo është e drejtë absolutisht për të interpretuar, për të sqaruar edhe institucionet përkatëse. Unë me sa di unë për invalidet, tani nuk po nxitohem, për invalidet me sa di unë ka lehtësira edhe për fëmijët e tyre në shkollë, sigurisht ka që dhe fëmijët për dokumentacionet, për librat, më falni, që t'i marrin me rimbursim, pra që t'u rimbursohen më vonë, e deri tek çështjet e tjera. Megjithatë, ne jemi duke u marrë me këtë çështjen e bursave se ka disa probleme që janë evidentuar. Ky është një ndër më të mëdhenj që sapo sollet ju, dhe të shohim se si mund ta trojmë. Fakulteti Gjuhëve të Huaja jap një shpjegim dhe sigurisht ndoshta edhe gjithë fakultetet e tjera se masa është për të gjitha. Faleminderit juve. Faleminderit, e ka frikzuar. Gjithë mirat, faleminderit gëzuar. Pra, një penalizim, tani zotëria është shumë e thjeshtë. Pra, është invalid, merr pension invaliditeti, nuk mund të marrë edhe ndihmë ekonomike që t'i përcaktohet si kusht. Sigurisht që janë ndër kushtet, pra kush trajtohet me ndihmë ekonomike, mund të përfitojë bursë të tjera, por duhet parë ndoshta edhe elementet për personat me aftësi të kufizuar se si trajtohen në këtë rast. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Patrik. Mirëmëngjes i dashur. Atëherë sot kam bën me mi vu ka pak halleve, ka marrë vetëm për t'ju uru juve. Jo, unë dua të di nëse kanë filluar t'i japin ato pak para që kanë për t'ja u dhënë, apo s'u kanë dhënë akoma? Jo, neve do e bëjmë feste me 14 shkurt. Kuptova. Atëherë, zoti Patrik, falenderoj stafin ta gëzuar vitin e ri, ty familjarisht, çfarë të doj zemrat, inshallah t'i dhon zotin 2017. Faleminderit inshallah dhe ju se absolutisht është shumë e rëndësishme. I falenderoj gjithë invalidët paraplegjik të verbër, kushdo që ka hall kështu si mu. I falenderoj gjithë pensionistët, i dhon zoti shnet marrë kollaj pleqnin. Faleminderit shumë. Atë Tiranë si ndje që u bashkëpush me hallin ton, sido sa do pak, mi fjalë sa më të vogël që tha për ne, mu më duk si ku më dha sytë. Atëherë, unë nesër mbroma me 31 kam bo men duke më svepas sytë, do fik edhe dritën edhe fëmijët e mi në orën 8, kur çdo njëri do toki gotat, unë do t'i vej në gjumë. Kësuar për ju dhe viti marë për stafin edhe për ty mënyrë të veçantë. Shumë e vështirë thua është gëzuar në këto kushte, megjithatë unë edhe unë uroj të jetë një apel i madh ky në shijak, nuk është në fund të botës, është në shijak. Faleminderit ju absolutisht, por është e vështirë ta themi këtë fjalë gëzuar. Po shtet, është në shijak, nuk është në fund të botës, është në shijak, nuk i kanë marrë lekët e invaliditetit, nuk i kanë marrë, do t'i kishin marrë me 20, sot është data 30, nesër është 31, ka vit të ri, nuk kanë, zotëria do i vërë në gjumë në orën 8 fëmijët, sepse nuk nuk ka mundësi do të gëzoj, e paktën të gëzoj fëmijët, por edhe këtë e ka të pamundur se nuk ka marrë. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur. Kemi kërkuar një informacion, por nuk po e gjejmë dot se ku kanë ngecur këto para. Se ka probleme në shijak, ka probleme në Lushnjë, ka probleme në disa zona që nuk është se është bërë e vështirë për të shkuar në shijak. Ja ku është. Ja ku është shijaku. Edhe posta mund t'i çoj për një sekond parat për invalidet e tij. Për shpërblimin nuk po flasim për pagesën, se shpërblimin nuk e kanë marrë gjithanej personat me aftësi të kufizuar. Është vërtet për të ardhur keq dhe ky është një apel i ashpër dhe shumë i rëndë për gjithë ato institucione që kanë detyrimin të përgjigjen kësaj shtrese. Padyshim. Unë është e pamundur t'i thuash gëzuar njeriu në këto kushte, padyshim. Falenderoj shumë dhe sigurisht më vjen vërtet keq dhe uroj vërtet që mos rëndoj fare kjo, mos të konsiderohet fare si ndrim vitesh, po si fillim një përpjekje për të filluar diçka më të mirë nesër. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Përshëndetje Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Nga Tropoja përshëndetje. Me kënaqësi. Jemi ata të shoqërazë të tërë, po. Pra festën e gjyqit me fjalë, po them gjithë ditën dje me fjalë që
Na i dini lajmi mirë, se na do kemë bezdisi unë. Jo, më nuk është problemi, puna është ta firmos ministri. Ne në rregull jemi. Nuk e di se kur do me firmos ai se tash do ta 30 sot. Edhe i viti. Po frikë se po kalon të dreke kë problemi joni. Një angazhim është marrë dhe urojmë që vërtet unë nuk e di se pse hezitohet përderisa ka një vendim gjykate. Kjo është e pa kuptimtë, ëh. Po pra, sepse po të ishte një histori që nuk ka gjyqin mese, nuk ka përmbarimin e tjerë, që atë se po mundohemi ta shmangim një procedurë që do të nxjerrë ca para nga xhepat e shtetit e tjerë. Po është një vendim gjykate që u jep të drejtë ju për një dëm ekonomik që është bërë nga shteti, pra nuk është bërë as nga... Po, dhe sigurisht që ka shmarrë një angazhim, të përpiqemi edhe sot dhe nesër, ndoshta diçka bëhet diçka, po përpiqemi. Po dizona janë po i të jenë, po bota si gjë për gjë. Megjithatë edhe përmbarimi sigurisht ka pak përgjegjësi këtu, ha? Përmbarimi që keni zgjedhur për ta ekzekutuar vendimin duhet të shkojë deri në fund dhe pavarësisht se është institucion shtetëror, përmbarimi duhet ta bëjë detyrën e vet, padyshim. Nga stafi ju që ashtu i përkushtuar në fakt, do ta drejtën e falenderoj. Faleminderit ju. Po nuk më kontaktoj kush, fare. Jo, shko, nuk është problemi me u kontaktu, se ne e dim problemin tuaj. Problem edhe njëherë, nuk është problem kontaktimi se ju nuk kemi as unë as ti, s'kemi çfarë i bëjmë kësaj pune. Jo. Problemi është që ministri, dhe ne po ja themi ministrit Mirëqenie Sociale Blendi Klosi, duhet ta firmos një vendim, pra një urdhër, një zbatim vendimi, jo urdhër, për t'i kthyer parat që u ka marrë padrejtisht, ju kanë mbajtur padrejtisht ju si të verbër. Kaq. I dashur patriot basta o kena mërzit, nuk mërzitemi. I dashur shpëtim. Unë nuk mërzitem dhe ne nuk mërzitemi asgjë. Mërzitemi vetëm faktin që nuk i jep zgjidhje ministria në këtë rast dhe unë e kam edhe me përmbarimin dhe ndoshta është zgjedhja e gabuar. Nuk e di se kush përmbarim është, po përmbarimi duhet të zbatojë vendimin e ekzekutoj. Pa, privati, edhe pse është shtet përballë, duhet kërkojë ekzekutimin. Ministria e Mirëqenies Sociale ka llogari bankare, ka hapësira financiare, ka buxhete pafund ku mund t'i marrë këto para. Është gjë me që jam te ministria, dikush më thotë se gjoja është për mua, dikush tjetër thotë kanë të avalin ministri. Po, kështu është argumenti, pra që është për firmën e ministrit, se është marrë një angazhim për ta zgjidhur. Megjithatë, apeli është për ministrin edhe një herë. Ajo shumë e lehtë i firma, ajo nuk është. Pikërisht pra, janë ca para që dalin nga firma, kështu që këtu hezitojnë këta zyrtarët, kështu që ky është problemi. Se nuk e mendojnë se ju jau ndihmojnë jetën, e mendojnë thjesht si një problem të vogël për ta. Kështu që ky është problemi i madh. Ju falenderoj. Faleminderit juve. Inshallah 2017 do të jetë viti më i mirë edhe për ju dhe për ne. Faleminderit shumë dhe uroj gëzuar sigurisht dhe edhe një herë. Ministrit të Mirëqenies Sociale Blendi Klosi të ekzekutojë dhe të zbatojë vendimin e gjykatës për të verbrit e Tropojës, të cilët kanë një periudhë ndëshkimi pa drejt financiar, e kanë fituar me drejt gjyqi, t'ja u zbatojnë, t'ja u kthejnë sadopak buzëqeshjen, sigurisht nuk mund t'ja u kthejnë shikimin, as dritën, por të paktën një lloj fitorie morale do ta kenë edhe pak financiare, se u ngrohet edhe xhepi pak. Publicitet, kthehemi pas pak. Jemi rikthyer përsëri bashkë, miq, jemi drejt për së drejtit 0423 44 720 069 670 24 janë dy numrat e telefonit në dispozicion. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Jam i qytetari i Bavrus, Bavrus qytet. Jo qytet pa fshat. Kemi 4 muaj, 5 muaj që nuk marrim shërbimet e kalamajve lindjes. Po. Ishim dje në gjeni civile dhe thanë kanë dalë vetëm qershorit 2015. Kjo është një problem mbarkombëtar, në fakt, problemi është problemeve. Po, çfarë justifikimi? S'ka fonde për çfarë? S'ka fonde. Nuk kanë dalë. Kanë dalë në qershorit të 2015. Imagjinoj 2016 kur vinë në vazhdim. Kush Babrune mbulon njësia edhe një herë të lutem? Njësia Kamës. Është në bashkinë e Kamzës, po, me ndarjen e re territoriale, se dikur ka qenë pjesë e njësisë Tiranës. Okej. Njësisë Tiranës, ne kanë ndarë. Pra ju kanë heqë nga qyteti. Po, ne kanë kaluar me fshatin. Megjithatë, faleminderit shumë, absolutisht është një apel. Unë këtë situatë nuk e kuptoj. Tu thuhet njerëzve që do ta marrin të shpërblim dhe nuk e marrin me shumë peripeci, kanë filluar ta marrin atë 50.000 lekë të vjetër, sigurisht më duket pak absurde. O s'ka fonde, o ka fonde.
nëse vazhdon 2015 ende duke i marrë se çfarë do të presin fëmijët të marrin deri kur të arrin klasë të parë, unë nuk e di. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo, mirë mëngjes, zoti Patrik. Mirë se erdhët, përshëndetje. Unë jam një qytetar nga Durrësi. Po. Ju kam telefonuar diku nga data 10 nëntor për një problem që pata me veprime përmarimore, të cilat ushtruan dhunë terror kërshi familjes time me fëmijë të vegjël, më nxorën për jashtë nga shtëpia, por atë ditë në datën 13 dhjetor, gjykata administrative e qytetit Durrësit e rrënxoi vendimin e gjykatës civile dhe më riktheu në banesën time. Kjo pronë, unë për këtë desha të falenderoj i herë gjykatën e para, së pari, kryeministrin Rama që ndoqi vetë këtë çështje dhe më dërgoj shkresën e duhur. Ju i kërkuat, ta themi këtë gjë, se kur bën punë të mira, du t'ja themi këtë gjë. Kryeministrit dhe zonjën Eglantina Gjermeni, ministrën e zhvillimit urban, e cila më ndihmoi personalisht në këtë problem, u gjend personalisht, por në mënyrë rrugaqërore të poshtruar u ofendua nga kryepërmbaruesi i qytetit Durrësit me fjalët më të poshta që ekzistojnë. Unë e kam vënë ndjen një ministre, po sot dua ta falenderoj publikisht ministrën. Unë dua edhe t'ju ftoj nëse keni sadopak sigurisht edhe ta denonconi zotrin që ju ka shkelur ligjin. Ato e vepra publike i denoncon Gazeta Bulevardi, qytetit Durrësit. Po, kuptoj. Që po merret me këtë punë. Shumë mirë. Dhe falenderoj edhe ministrin e drejtësisë, zotin Ylli Manjani, i cili prap edhe ai ndikoi në me autoritetin dhe peshin që kanë në këtë sistem. Falenderoj drejtësinë që vendosi drejtësinë në fund. Jam shumë i emocionuar. Jo, shumë mirë, absolutisht. Kur ka lajme të mira, emocioni është pozitiv, kështu që s'ka problem. Që kjo ka të bëjë edhe me faktin që dje në shtypi shqiptar, gazetën Mapo, Kohajon, dhe një gazet tjetër u botua mega skandali denoncuar nga kryetarja e ATP-s, zonja Sonila Qato, për familjen Shiaku dhe shërbëtorët që ka ajo në sistemin tonë shtetëror, të cilët vjedhin, grapisin pronët e qytetarëve, i nxjerrin ata mes rrugës me dokumenta falsifikuara. Kto janë të vërtetuara ka për gjë. Tani, si përfundim, ju jeni në shtëpinë tuaj, keni mundësinë të jetoni normalisht. Kjo është ajo që është më e rëndësishme i dashur. Për momentin, këto persona, zoti kryeministër, ministri dhe ministri i drejtësisë dhe gjykata administrative Durrësit bën të mundur që fëmijët e mi, unë dhe fëmijët e mi ta bëjmë krishtlindje dhe vitin e ri po në këtë banesë. Më pas drejtësia lësoj fjalën e saj. Absolutisht kjo është mundur. Kjo është e rëndësishme. Gjykojmë që akoma ka rrezë shpresë për drejtësi. Vetimu zotri do të filloj në çdo cep, në çdo zyrë të Shqipërisë, në hipoteka, në përmbarim, në kudo që ka zyra shtetërore, vetimu do të jetë qartë. Absolutisht. Është shumë e rëndësishme dhe aq më tepër me hipotekën. Faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe edhe Radio Televizionit tuaj urimet më të mira për vitin e ri 2017. Faleminderit shumë personalisht dhe familjes tuaj për ta gëzoni qëndrimin në shtëpinë tuaj, se kjo është bërë për të thënë në këtë vend. Të gëzosh për të qëndruar në shtëpinë tënde. Absolutisht kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë zotris, me që jemi në Durrës, kemi sigurisht edhe një historinë, sepse ka një verifikim që po i bëhet çështjeve hipotekore dhe problematikave që ka edhe me legalizimet, por edhe me hipotekimet në Durrës, sepse ka një problem. Kemi një histori të një personi me aftësi deri diku të kufizuar, po e quajmë kështu, i cili jo vetëm se nuk ka marrë në vëmendje institucione shtetërore, sepse ka facilitete, pra lehtësira, më falni për fjalën që përdora, lehtësira për këta persona, por që në këtë rast nuk është zbatuar. Ne sigurisht ja kemi adresuar edhe institucionet përkatëse, po bëhen verifikimet dhe sigurisht shpresojmë të jepet zgjidhje ashtu siç ka marrë zgjidhje zotëria apo edhe persona të tjerë të cilët shpresojmë të marrin drejtësi në këtë vend ndonjëherë. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjes Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirëmëngjes. Unë jam ai Xhuni nga Burreli që u bëra në telefon për punën e këmbit për lege dhe ju përrejt shumë si kanal, më në fund të zgjidh problemi. Shqyqyr. Kjo është shumë e rëndësishme, u gëzohem shumë kur thoni u zgjidh problemi se duhet të falenderojmë edhe institucionet, që marrin angazhimin për të zgjidhur. Do këtë 9 muaj që ta vinë legë. Po, çfarë justifikimi ju dhanë? Normale, po falenderimi shkon nga ju sepse ju na zgjidhni këtë problem. Po çfarë thanë, ku kishte qenë problemi? Pse u desh të bëj zhurmë, të bëj publike historia që t'ju të merrni parat tuaja?
A ka dhënë asgjë për informacioni, thjesht na kanë kaluar legët e kaq. A ka ka rëndësi, tjerat punë e madhe. Le të shkojnë bashkë me problemet nëntmujore, por uroj t'i gëzoni dhe sigurisht gëzoni sa më shumë këtë vitëri. Faleminderit shumë për telefonatën dhe gëzuar për 15 shumë faleminderit nga televizion si një personazh. Faleminderit. Edhe ne falenderojmë gjithë ato institucione që menjëherë reflektuan për këtë problem të ngritur, pra bëj fjalë për 9 muaj që nuk i kishin marrë njerëzit lekët, është shumë kohë e gjatë, me çfarë do të jetë njerëzit. Është gjë e mirë, të paktën i kanë marrë në këtë fund viti. Urojmë që të zgjidhet problemi për gjithë ata që kanë vonesa të tilla apo halle të tilla. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, zonjë. Jam ajo zonja Portoringa Golloborta që të mora për punën e tërmetit. Po. Edhe thash të interesohem u bën ndonjë gjë apo nuk u bën. Jo, atëherë, verifikimi janë bërë, pra pritet, se në fakt ishte e habitshme se ju thatë që ka disa që i kanë marrë, disa që kanë marrë një pjesë e tjerë, por në emergjencat civile rezulton që nuk është dhënë fondi i pjesshëm, pra nuk është miratuar, është dhënë vetëm fondi i pjesshëm, nuk është miratuar fondi plot për dëmshpërblimin. Megjithatë, ka një angazhim për ta trajtuar si rast, se në këtë zonë nuk është se ka pasur shumë raste tjera, janë të identifikueshme të kollajta për të identifikuar, megjithatë, të shohim nëse do të tani ndoshta do të presim pak deri në fillimin e vitit të ri, por besoj se të kemi një sqarim lidhur me rastin. Çfarë do të bëhet? Por fondi ka qenë i pjesshëm pra për t'ju sqaruar se ndoshta krijon këto keqkuptimet dhe dyshimet se mos dikush i ka përfituar, dikush jo. Pra fondi është dhënë i pjesshëm, nuk është dhënë i plot, nuk është miratuar i plot nga qeveria. Mirë. Faleminderit shumë. Inshallah, po edhe ne ta festojmë vitin e ri si gjithë të tjerët. Padyshim, të paktën të rregulloni atë që është prishur, nuk është problemi për të gëzuar një gjë të madhe. Edhe po ndëgjojmë për ditë për këto për shpërblimet, edhe këtu s'na i kanë vënë ato shpërblimet, mazi ti tri nuk na thyen ato tani na thyen para. Kush shpërblime, zonjë? Për shpërblimin e këtyre të... Po ju jeni, pra e meni si të asistenca, pa trajtimit mendime ekonomike, pra nuk e keni marrë atë 20.000 lekëshin, jo? Jo, nuk e kemi marrë, na thanë mas viti 3. Thash ati të 3 të ndonë ato lekë, thash mas viti 3 nuk na duhet ajo, tani dhe na duhet t'i gëzëm smit edhe neve. Qartë. Atëherë, të falenderoj shumë dhe urojmë vërtet që falenderit ju, zonjë. Një vitim bari sa Gjithashtu dhe ju dhe urojmë vërtet që në fund të gjej ato para që i duen emergjencët civile t'ja të dëmshpërblejnë ato që ju kanë premtuar, po të mos u kishin premtuar, dakord. Po kjo tjetër është më e çuditshme. Pra, ju thonë që do t'i merrni shpërblimin e vitit të ri, do ta merrni pas vitit të ri. E ç'logjik është kjo? 20.000 lekë mund duken pak nga ata punonësit që kam thonë gjithmonë që rrinë në zyra me kondicionere me ratlëk në koltuk aty, mund të duken kafe 20.000 lekë. Po për këta njerëz janë një darkë apo një mundësi për ta gëzuar sa do pak familjen në këtë ndrim motmotash. Falenderoj shumë zonjën, presim tjetër telefonata. Mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Ju përshëndes dhe juve dhe urime për emisionin. Faleminderit shumë. Je vitimar inshallah kësi përvjen për ju dhe familjen tuaj. Faleminderit gjithashtu dhe për ju. Kam një banor nga Konza. Po. Dhe kam një për shkollën e mesme profesionale Djega Bëjsore. Po. Tash ajo nuk e di a Gjermania kush i ka herë dhe para për studentat. Po. Për jam për mësimin. Po, për kushtet mësimore, po. Për kushtet mësimore. Për praktikën, për gjitha, ka qenë një investimi i qeverisë gjermane, erdhi ministri gjerman këtu, ishte atje, e pra e ndoqi deri se kështu bojnë të huajt, na i sjellin deri këtu, na japin deri te goja, pastaj dim ne se çfarë bëjmë me to. Po. Po tani është fundi i vetorit e po vjen viti i ri dhe as se kanë marrë as të një muaj. Kesin si u të kanë. Po. Tash ato lek, a janë për mirëvajtje mësimi, apo janë për hajt për hovi? Fakt është e drejtë për të adresuar, nëse parat nuk kanë shkuar aty ku ka qenë destinacioni. Po. Pyesim të bashkia, thonë nuk ne ka arë nga ministria, duhet vinë fondin nga ministria, jo këmë e andaj. Po sa problem është a i fond deri sa ata e kanë lanë lekun. Po pra, unë thash, ministri Gjermane erdhi këtu dhe tha, do të bëjmë 1, 2, 3, 4 gjëra dhe besoj se Gjermanet nuk thonë premtimet pa mbajtura në herë, apo jo? Po, atjetër.
Megjithatë, të falenderoj vërtet shumë pra për atëherë shkolla e Kamzës, shkolla profesionale që ndodhet në Kamz, që duhet të japi shpjegim se çfarë po ndodhet, paktën të jap afatet se kur do të fillojë të ndihet efekti i investimit gjerman në shkollën profesionale, se po flasim për investim në arsimin profesional që mendojmë se është edhe një prej prioriteteve të kësaj qeverie apo të institucioneve arsimore. Shumë faleminderit i dashur, faleminderit shumë dhe uroj vërtet që të shkojnë në destinacion paratë gjermane, se është ajo shprehja, mos luani me mielin e Gjermanit, kështu që kujdes se paratë e Gjermanëve kërkojnë llogari, mos kujtojnë se shkojnë xhepave kollaj. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo? Okej, vazhdojmë me te, flasim me një tjetër telefonues në linjë, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Zoti Patrik. Po. Unë jam përsëri ai personi që ju kam marrë, nuk e kam shkurt flesh, kret flesh. Dakor. Jo, edhe unë kam një përgjigje për ty, po do ta them. Ja, një sekond flesh. Ju keni një emision e pash bum. Po. Pa. Pse nuk e trajtoni aty? Okej, do ta sugjerojmë, por ne morëm përsipër ta trajtojmë edhe unë kam komunikuar dje dhe redaktorët e emisionit kanë komunikuar me institucionet e OSHE-s për të marrë një angazhim verifikimi dhe sigurisht për nëse ne jemi mirë dakorcuar bashkë që është shkelur dhe është vjedhur në këtë rast, të merret masa për ta zgjidhur këtë problem. Pra, kemi marrë një angazhim dhe urojmë ta çojmë deri në fund. Të lutem, morë tash, unë të mora, nuk mora për këtë pa mora. Rastisht edhe me aty, bum. Atëherë, unë do t'ja sugjeroj redaksisë bumit. Një sekond, ma se mbyll, të lutem. Një sekond. Se mbyll asnjëherë. Pa një sekond, të lutem. Një sekond. Po, edhe gjanat e tjera që trajtohen aty, ju mund t'i selektoni edhe t'ja kaloni bum. Po, një farë mënyrë këtë e bëjmë, po disa çështje i marrim vetë, i trajtojmë. Jo, më falë se pa tam, kjo është një sugjerim. Pa dyshim edhe unë e vlerësoj shumë, absolutisht, unë thash, as nuk po ta mbyll, dhe po ju dëgjoj me vëmendje, po mundohemi të shpjegohemi me njëri tjetrin. Jo, unë dakordova, nuk më thash. Shumë probleme që trajtohen aty, që kanë një argument paka shumë konkret, mund të trajtohen aty dhe marrin zgjidhje, sepse ndryshe zyrtarët nuk friksohen. Ta janë trima. Drejt, shumë e drejt. Falenderoj shumë dhe uroj vërtet ditë mbarë. Faleminderit Gëzuar. Personit tuaj, stafit tuaj dhe familjes tande. Faleminderit dhe gjithë Shkodrës gjithashtu. Faleminderit Gëzuar dhe urimet më të mira. Është një çështje me të drejtë, edhe një herë unë dua ta përsëris dhe ta them, është e drejtë, është vjedhje tipike, pra nëpërmjet këtyre formave. Por, sigurisht që drejtuesit e OSHE-s duhet marrin pak më shumë angazhime për t'i verifikuar. Nuk janë vetëm qytetarët që abuzojnë, dhe shumë mirë bëjnë nëse abuzojnë me energjinë elektrike, e vjedhin, krijojnë lidhje të jashtëligjshme etj, të çojnë në burg siç po bëjnë në këtë fundviti. Por, siç tha dhe drejtori i OSHE-s Çela, pak ditë më parë, 2 ditë më parë dëgjova, tha që do të ketë ndëshkime dhe përpunojësit që kryejnë veprime. Nuk është vetëm kjo, nuk mjafton vetëm kjo. Duhet të gjenden zgjidhje qytetarëve, të cilët ashtu siç ndëshkohen, edhe të dëm shpërblehen kur ndëshkohen pa drejtë. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Po. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Po. Flas nga Vora, fshati Muçaj. Po. Jeni banor fshatit Muçaj. Kemi ngre disa herë problemin tonë në zonën tuaj dhe me ty kom fol, edhe ke aeroporti, edhe ke newsi. Kemi rreth 7 vjet. Kemi një fund i lagjes. Se i lagja madhe, fshati Muçaj, flas për ujërat e zeza. Po, e kuptova. Vinë ujërat e zeza nga lagja, nga fshati lart, vinë për plasën poshtë në fund të fshatit. Edhe është bllokuar një puset. Ka 7 vjet që është bllokuar. Ka marrë fiksin, ka marrë këtë stopin që Po gjitha emisionet, se këtu janë bërë, po. Me fal. Edhe dje një person ka marrë brigaderin e kanalizimit, e ka përnë aty, edhe ka thonë do t'investoj unë ta rregulloj. Atëherë. Okej, se e kam parasysh. Ujë. Nuk kemi fatrom me pru. Me parë tuj. Ka një... Kemi 7 vjet në kalë ujët e zeza të dera shtëpis. Jemi mbi 50 shtëpi. Kuptoj. Në kaloj ujët e zeza aty. Atëherë, kemi pasur, me dëgjoj pak. Po, me fal. Të ta sqaroj për këtë pjesë apo të flasim për dytën. Dakor, doja të sqaroja çfarë ka thënë bashkia. Po, vazhdo. Bashkia e Vorës
pas insistimit tuaj, cilin duhet vlerësuar dhe sigurisht banorëve të fshatit Muçaj, pjesës që dëmtohet, ka marrë, pra, të parashikoj një investim, një ndërhyrje në buxhetin e ardhshëm të bashkisë. Shpresojmë që një janar të fillohet të zbatohet, sepse fillon në zbatimi i buxhetit të ri, sepse mbase edhe kanë një të drejta, nuk kanë pasur fonde. Nuk është justifikim ky, unë nuk dua të justifikoj, por bashkia t'i qëndroj premtimit për të investuar e për ta zgjidhur këtë problem. Është vetëm thjesht një kanal që shmang ujërat e zeza për të mos shkuar në ambientet banuara, por shkojnë në rrugën e tyre ku janë përcaktuar që si ka e din bashkia atë punë. Shpresojmë ta marrin janar këtë investim. Po. Okej, e dyta. Po. Kam diçka tjetër. Po. Në Bashkinë e Vorës ka hyrë një korrupsion i madh para disa vite si shqe në komunën e Kasharit, Bashkinë e Kasharit. Po. Ish kryeplaku i fshatit të Muçaj i ka dhënë ligji 7500 ishi, i ka dhënë tokë si mas frymëve. Tashti po neve se s'na jep ky ligj ose ky shtet ose shteti tjetër si që tokët e babëve si janë pa dokumenta, pa të regjistruar në qeveri, atia ka dhënë, na ka marrë tokët vëlla. Na ka marrë kulishten, na ka marrë djerët, na ka marrë kretë. Te mo shteti. Më fal. Gjyshim nuk i ka regjistruar shumë mirë atë s'ka pas. Kam një pyetje. Te mo shteti vëlla. Po. Kryeplaku i ka marrë kriminali. Më dëgjoj pak. Ish kryeplaku i ka marrë pronat sipas kufive të vjetër, pra sipas certifikatave të vjetra apo Po, dhe ju jo, pra i vetmi i ka marrë kryeplaku, ju keni marrë sipas 7501-shit. Po, janë në fakte. Kuptova. Po kam qenë gjyq në prokurori dhe më kanë drejt. Jo, ky është një korrupsion që duhet tetohet dhe institucionet e drejtësisë veprojnë në këtë rast. Ashtu siç kanë bërë në komunën Kashar dikur për mbivedosjen që kanë shkuar njerëz në burg dhe janë ndëshkuar dhe janë zgjidhur këto probleme, bëhet e njëjta gjë edhe për rastin konkret. Nëse kryeplaku ka përfituar pa drejt tokat dhe tjerët jo, atëherë sigurisht këtu ka vend për hetim dhe ftojmë prokurorinë, drejtësinë, shkojë të verifikojë rastin konkret në fshatin Muçaj të Vorës. Ne përgjigjem para këtij denuncimi që po bëj. Kuptova. Po do të jap me emër, me biemër, se ku Jo, po kuptohet se kush është ish kryeplaku, nuk është se ka ndonjë vështirësi të madhe për ta kuptuar. Dakor. Po shkje voç, jep disave, atë nimet, që janë ta si japën për vevitëri. Po, kuptoj. Jep si mas interesve, si mas njësisë. Qartë, atëherë, sigurisht. Shumë i sfjetë. E kuptova. Unë të falenderoj shumë dhe urojmë që vërtet marrin zgjidhje, por këto janë faleminderit punë mbar. Atëherë, kjo janë objekt hetimi, duhet të jenë objekt investigimi, institucioneve, prokuroria, nuk duhet të pres vetëm denoncime, kur ka raste të tilla kësaj natyre, shkojë të verifikojë rastin. Nëse kryeplaku ka marrë tokën në kundërshtim pra me ligjin dhe banorët e tjerë janë duke parë pra se si janë rrëmbyer pronat e tyre, sigurisht tu ka vend për hetim. Gjithmonë nëse vërtetohen pretendimet që tha zotëria. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Joroj gëzuar fesën, masi e shëndet. Gëzuar dhe ju, faleminderit. E gjithë mirat. Faleminderit. Jam një banor të nga ish komuna Bavrojt. Po? Kam një problem me shejen. Në 2010 më ka vunë një muaj 3800 kW. 3800 kW për një muaj? Për një muaj 3800 kW. Kam shku ke Osheja, më kanë qu ke Ereja, shkoj Ereja, boni një ankes atje, ka një vit, mbi një vit, e këpdo? Edhe Ereja i ka bo një shkres Oshejes, edhe më këtë përgjim ka thonë. U shkoj ke Ereja, thonë shkoj ke Osheja, vek Osheja, thonë nuk është unë nuk di si silmi të që ka një vit nuk di si ta zgjidhin problemin. Osheja e ka pranuar që është bërë faturimi i gabuar, se tani ti s'ke në i fabrika ty, apo jo në shtëpi? Ata nuk të japën e së lloj përgjigjen. Ku shkoj ke Osheja, më thonë shkoj ke Ereja, sa atje merret përgjigjen. Shkoj e të thonë nuk na ka pru, shkoj lloj përgjigj. Ere është interregulator që rregullon çmimet tjera, nuk besoj se ka punë me këtë. Në zyrat e kujdesit për klientit, ku bëhen ankesat, ju jeni adresuar ndonjëherë, keni bërë ndonjë ankesë, keni kërkuar të verifikohet sahati, pra çfarë veprimesh ka bërë Osheja? Në atë kohë nuk kemi pas sahat, s'kemi pas kontatorët e se shtëpia ka qenë bërim me sipër, nuk ka pas sahat në atë kohë. Po dakord, po ka pasur një tavan a forfeja, apo jo? Jo 3800 kW. 3800 kW ka vunë një muaj, na akoma nuk më ka zgjidhur problem, nuk më hapë se lloj përgjigje. Interesant. E dyta? Po.
Unë kom 2 vjetë që kom vit nga fshati të fshatëve të Tiranës, në fshatin Selb. Edhe ka mbi 5-6 muaj që kom pas një termin aty ka net, ajde e ka ik, kom mbi 5-6 muaj që paguaj vetëm nga 3.400 lekë në majte. Për fshat, apo jo? Në fshat. Për sahatin në fshat, po. Po, sahatin e kom rejë. Në muaj shtator, më ka sjell një fatur me 31.000 lekë të vjetra. Po pse? Në një kohë që sahati është minus, si shtot e kurto, kom bërë disa ankesë, edhe më kanë thonë do mash përgjigje mas 25 ditë. Po. Jo 25 ditë, për shku në afert 6-7 ditë, edhe thonë paguaj të këtali, mësaj ajda në kohë. Po, se i ka marrë sistemi. Ti paguaj kota, kur nuk kom dikë gjohë sahati, është stop. E drejt. Ky është një problem shumë i madh në fakt që nuk është, po me çfarë justifikimi i kanë dhënë to kilovatët apo gabim sistemi? Ata thonë ka gabim nga sistemi, po pse se korrigjojnë ata, pse japin tash? Drejt. Të dyja janë probleme sigurisht që duhen merren konsiderat nga OSHE-ja, të japin zgjidhje qytetarëve, siç thash pak më parë. Nuk mjafton vetëm ndëshkohen qytetarët, por edhe të kompensohen për ndëshkimin e padrejtë. Por kjo forma, hajde se më jep ti lekët mua se unë do t'i kthej. Unë nuk e kuptoj sepse nëse një njeri kuptohet që ka të drejtë dhe nuk ka pse t'i paguaj padrejtisht 3.800 kW apo 34.000 lekë sa e kishe në sahatin e fshatit. 31.000. 31.000. Nëse s'ka rëndësi shifra e saktë. Por sa i hymë sistemit, sa ti kthejmë mrapsht, sa ti bëjmë, sa ti zbresim, është më thjesht fare. Nëse plotësohet, okay, zerohet ajo, hiqet se sistemi njerëzit e bëjnë. Unë të nuk e kuptoj sepse nuk zgjidhet ky problemi me sistemin. Megjithatë, OSHE-ja sigurisht duhet t'japi shpjegim për të dyja rastet. Ata kanë gjetë metodë punën që janë hyrë sistem nuk thehen paguaj. Po, sistemi edhe zerohet. Ata nuk japin çdo zgjidhje. Po pagove, pastaj kush e di kur vjen puna për t'i marrë dhe për t'i zbritur. Se nuk funksionon as zbritja, se okej, nëse zbriten për 31.000 lekë, po themi 31.000 lekë sa keni ju për të paguar, të zbriten pra aq muaj sa i bie me 3.400 lekëshin që paguani për sahatin dhe mos paguani për 10 muaj. Nuk e bëjnë gjë të tillë. Qartë. Okej, unë të falenderoj shumë dhe sigurisht kjo është një tjetër apel që shkon për OSHE-n që t'i ketë në vëmendje interesat e qytetarëve, mos shohë vetëm interesat kur i shkelet interesi për vete, por shohë edhe kur i shkelen interesat e qytetarëve. Është absolutisht një logjik kjo që duhet të funksionojë në marrëdhëniet kontraktuale mes kompanisë dhe konsumatorëve që janë qytetarët shqiptar. Do shkojmë tani në një hapësirë publicitare. Faleminderit shumë, ju uroj ditë mirë. Faleminderit. Gëzuar. Edhe para se të shkojmë publicitet, diçka që tha zotëria, tani kur ka pasur në rregull, ka pasur në funksionim aforfen, unë nuk e kuptoj si mund vendosen 3.800 kW kur ti paguan aforfe. Tani kjo ka qenë funksionimi. Tani s'ka aforfe, ka sahat, verifikohen dhe sigurisht identifikohen numrat shumë thjesht. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne. Jemi rikthyer përsëri bashkë miq, do të jemi në vijim drejt për së drejti në komunikimin tonë të përditshëm 042344 720 069 670 24 janë dy numrat e telefonit në dispozicion, së shpejti me risi të reja, cilat do ta mundsojnë më të plot komunikimin me ju, por jo vetëm, edhe me adresimin e drejtë të problemeve. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Po, mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Benjamini nga Liborniku, Bashkia Maliq, nga Korça ju flas. Me kënaqësi, mirë se erdhët. Në rast të parë duhet ju përshëndes dhe t'ju uroj këtë radhë vetëm gëzuar vitin e ri të gjithë shqiptarëve që kanë një ndërgjegje njerëzore. Faleminderit. Bashkohem me këtë urim. Po, sa për problemin që kemi, që kam ngritur, do me sa duket vitin tjetër e kanë lënë prefektura Korçë dhe regjistruesi i hipotekës qendrore në Korçë. Ju komunikuan diçka, ju thanë diçka se ky është një problem që asnjë po bën 2 muaj dhe nuk më kthejnë asnjë përgjigje. Kuptoj. E qartë. Më shumë po mundojnë që të gjejnë ndonjë gërvishtje, siç më kanë thënë në vite që do të plasin brenda, do të kalbin brenda për manipulimet që po ja humbir një nga një. Po, kjo nuk është sigurisht përgjigje që presin qytetarët, apo jo? Jo, këto janë informacione të sakta si nga vitin që më kanë kërcënuar gjithmonë.
Po pra, po institucionet, se ju sigurisht tashmë nuk jeni kaq thjesht në këtë përballje, pra nuk jeni më një anonim që përballet me sistemin në një farë mënyre. Po institucionet, cilat kanë për detyrë zbatimin e ligjeve apo për të ndërhyrë për të ndalur këto veprime antiligjore, kanë pasur një reagim gjatë këtyre ditëve? Jo, gjatë këtyre ditëve asnjë reagim dhe asnjë ashtu, vetëm informacione të ndryshme më vinë për rrugët tërësore që kësi të gjejnë ndonjë mangësi time apo në shprehjet e dokumentacionit të realizuara të tyre. Edhe jo të nxjerrin të drejtën siç është realiteti. E kuptova. Atëherë, sigurisht ky është një apel edhe më i fortë, sepse ju e keni bërë publik, keni qenë vazhdimisht në përballje me këtë problematikë, pra bëhet fjalë për fshatin Libonik të Maligjit, zotëria ka qenë në kontakt edhe me institucionet, por me sa duket sfida ndaj institucioneve është më e madhe se sa institucionet ndaj sistemit, apo jo? Po. Qartë. Unë të falenderoj dhe urojmë që në paktën 2017 merren në konsiderat dhe të përfundoj kjo histori e pafundme edhe kërcenimesh në një farë mënyre, por edhe çështjes që lidhen me pronat, regjistrimin e pronave, me mënyrën se si në këtë vend prona kthehet në një betejë gati për luftë mes edhe sistemit edhe njerëzve që përballen me sistemin. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirëmëngjes Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Gëzëm pa masë, kur në tha kryeministri për të marrë të shpërblimin e vitit të ri. Mirë po, tani kur vete për të marrë, më thonë që nuk e kërë shmi, por vitit të ri për ju do vi nga fundi janarit. Bëhet fjalë për cilat? Për shpërblimet 60.000 lekë. Pa, pensionistëve. Thash asaj zonjës aty, thashun po mirë, në vitit të ri është tani data 1, nuk është nga fundi janarit. Pra, për pensionistët është fjala, se tani kemi problem me shpërblimin për invalidët, për trajtimin mendime ekonomike, dhe menduam se pensionistët po i merrnin, po me sa duket, ju nga telefononi, zotri? Nga Elbasani. Nga Elbasani, pra në Elbasan nuk janë ndarë plotësisht. Po pra, nuk janë ndarë, dhe me keqja është që ato pësisi me ironirë, dhe që ne të gati 10 minuta, 20 minuta nuk ishim përgjigje, po që përfundim më thanë që ju takon të bëni vitëri nga fundi janarit. Po, sigurisht e ata... Në Elbasan tani janë 2 vitëri, një është datë 1 dhe një është datë nga datë 30 janar. Faleminderit shtetit që na krijon 2 vite të reja. Rofsh, faleminderit dhe juve. Jo, sigurisht kjo nuk është për thonë, Rofsh, kjo është për thonë absolutisht një gjë shumë të rëndësishme që pra në Elbasan, ja, tani nuk ka nevojë të kalojmë krapën fare, tuneli, shkojmë drejt në Elbasan, nuk kanë shkruar, pra nuk do të ketë para për një pjesë të pensionistëve, pra për shpërblimin. Kjo është sigurisht për të thonë hapur dhe ndërkohë që për personat me aftësi të kufizuar. Dhe për njerëzit që trajtohen me ndihmë ekonomike, as që bëhet fjalë të marrin para të vitit të ri këto shpërblime. Padyshim që shpërblimi është për vitin e ri, jo për pas vitin e ri. Që vitin mbaj, Patrik. Faleminderit, gëzuar i dashur, uroj vërtet që të paktën ti merrni, sigurisht që gjithsesi është një zgjidhje, por këto përgjigjet nga njerëzit që rrinë në ajër të kondicionuar brenda, pa ftohtë, se kanë rradhë temperaturat me minus, sigurisht të minimizohen sadopak në këtë vit të ri dhe të kenë vëmendje të shërbejnë njerëzve. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zoj, mirë se erdhët. Është kënaqësi që po ju kontaktoj. Faleminderit. Desha të marrë dhe të uroj gjithë shqiptarët, kudo që janë, gëzuar vitin e ri, një vit i mbarë për të tërë, një vit që presim ndryshime në gjithë aspektet e jetës, por unë mora vetëm për të thënë se dje kam ndjekur një emision në kanalin tuaj, më duket quhet Aren, dhe me thënë të drejtën dua të falenderoj për atë emision aq të bukur djeshëm që gjithë populli shqiptar duhet ta kishte dëgjuar, të dinte historinë e vet popullit të tij. Sepse ishte një emision që të linte mbresa të papara, një emision me dokumenta të pakontestueshme, një emision që tregonte ty preardhjen tënde, një emision që ishte shumë i përgatitur ai zotëria që e drejtonte atë Dritan Hela. Përgëzime, për këto kemi nevojë. Kemi nevojë për emisione që të zgjeroj horizontin,
qofte edhe një fëmijë që ta ndihte atë emision, një fëmijë i shkollës, kishte të jepte shumë dituri. Një copë historie e vërtetës historike që i mungon këtij vendi, shumë e drejtë. Sepse vetëm në çdo kështu shikon vetëm grindje, vetëm sherrë. Debate politike. Përgëzoj atë drejtuesin gazetarin, i them urime dhe ju, urime dhe edhe më mirë vitin tjetër. Faleminderit zonjë dhe uroj dhe falenderoj shumë gjithashtu, uroj gëzuar dhe ju, faleminderit shumë sigurisht dhe për të përgëzuar kolegun Hila që solli mbrëm një dokumentar i cili sjell të vërteta të rëndësishme historike mbi shqiptarët dhe grekët, sigurisht një marrëdhënie gjithmonë ndërlikuar, shpresojmë që të kenë marrë shumë të vërteta dje njerëzit që e kanë ndjekur. Presin tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Si u gdhit? Faleminderit, mirë, po juve? Unë banor i fshatit Marinës. Po. Më dëgjoj. Të dëgjoj me shumë vëmendje, madje me shumë interes. Kërkojmë që si mund të zgjidheni, po i zgjidhni ju problemet e nuk i zgjidh qeveria dhe institucionet përkat se që më që na zgjidhi neve këto ashtu. Dhe vjen puna na i zgjidhe ju e si probleme, si televizion, si emision. Qartë. Unë, si banor i fshatit Marinës, kam shumë kërkesa dhe kam shumë ashtu, po nuk behen në atë mënyrë që të ka ashtu në televizion. Po, nëpërmjet telefonit, sigurisht është pak e vështirë të thuhen gjitha problemet. Drejt. Është e vështirë, po ju si jeni në qeveri, apo jeni në institucione që duhet të zgjidhin problemet të fshatit, apo duhet të zgjidhi qeveria dhe proceset janë të zgjidhje? Si rregull, ne jemi thjesht konstatues të problemeve dhe adresues të problemeve, zgjidhjen duhet ta bëjë institucioni, shteti, qeveria. Institucionet nuk po marrin asnjë mas në zonën që mu që jemi ne në një zonë shumë të ndotur, shumë... Ati themi një nga një 5 problemet kryesore që ka Marinza sot, e lëmë më njën problemin që u kryua nga shpërthimet dhe sigurisht që duke shpresuar dhe duke besuar se qeveria do të shkojnë deri në fund me verifikimin e problemit, me që u apremtoj këtë gjë. Një. Më dëgjo. Po. Më dëgjo. Unë kam 3 pika. Po. Unë jam një banor me shumë në qeshtë qëndetësore, akustike, në temet banesat që më njënë berneve, po këtu s'po merë asë një mas, asë nga bashkia, asë nga institucionet në ndryshme që janë në problemin që jemi në zgjidhje momentit. Kam një pyetje. Po. Në momentin kur në Marinës shpërthyen puset e naftës dhe u kthye fshati në një vend të lyer nga nafta. U tha që do të kishte dëm shpërblim dhe parat cilat do t'ju bënin mundur ju të rikuperonit problemet që u krijuan. Në fakt, a kanë ardhur të gjitha, i keni marrë gjitha parat, jeni dëm shpërblyer? Jo, nuk kemi marrë asë gjysmë leku. Koptova. Asë gjysmë leku s'kemi marrë. Koptova. Sepse tani na del problemi i ri, ndërkohë që nuk është zgjitur i pari, apo jo? Nuk kemi marrë asë gjysmë leku, unë jam një problem, jo në grupin B, ashtu se grupin A ashtu ata e ndoqen, po edhe unë jam në një grupi B, në një lagje, që nuk duhet ta bëj shumë problematike, se jam bërë edhe shumë problematik, se gjoja nga bashkia ndeja, po jam bërë problematik në të lagje që jam. Qartë, e kuptova drejt. Atëherë, sigurisht që këto janë probleme që ju i thoni si përfaqësisht, se problemet janë pafund, por t'jetosh në një situatë të tillë, ku uji është i ndotur dhe jam problematik, lagjen e kam tekur, vetëm 2 familje kanë ngelu këtu. E kuptova. Vetëm 2 familje kanë ngelu. Po. Atëherë, duhet sigurisht që kjo çështje meriton trajtim më të madh. Po. Unë edhe mënyrë ligjore, ta ndjek mënyrë ligjore, mua ma mbyll gjykata nesër. E kuptova. Se e shpesh ku masaj. E qartë. Sigurisht kur bëhet fjalë. Unë pesh ku vogël që unë s'kam kohë buket për darkë në vitit 3 nesër mbrema. Mirë po, prandaj po them që institucionet shtetërore duhet i japin një zgjidhje një herë mirë problemit të Marinzës, ose të zhvendosen banorët. Po. Se po merr tica problematike që do zgjidhur. Ato mase duan edhe i ke zgjidhur, dije. Dhe sot. Po duhet i marrë qeveria. Padyshim. Duhet i marrë qeveria, bashkia, institucionet janë përkat të kësaj problematike. Qartë.
Faleminderit shumë, absolutisht solidariteti plot me banorët e Marincës. Qeveria ka marrë një angazhim, urojmë ta çojë deri në fund, t'i jap zgjidhje. Ka rrugë zgjidhje, të cilat sigurisht duhet të thonë, nuk duhet dëmtuar absolutisht investimi në sektorin e naftës dhe të kryen, por banorët duhet marrin një zgjidhje. Ose të gjendet një vend tjetër ku mund të zhvendosen dhe të mos jenë të rrezikuar as nga ndotja, as aty nuk ka ujë më për të pirë, sepse uji është i ndotur. Shtëpitë janë të rrezikuara nga çarjet dhe nga problematikat. Njerëzit janë sëmurë nga problemet e naftës, pra duhen menduar të gjitha zgjidhjet se si ky komunitet, ky popull të sigurohet dhe të mos ketë probleme me jetën nesër. Pra, ose duhet zhvendosur Marinca dhe ta heqim si zonë banuar, e themi që është zonë pune për naftën, pra për nxjerrjen e naftës, ose të jepet zgjidhje, pastaj të krijohen garancitë për të jetuar aty. Dy rrugë ka, nuk ka asnjë lloj interesi në këtë rast as për të fajsuar një palë apo një palë tjetër. Shteti duhet gjejë zgjidhje shkurt, saktë dhe pas një lloj hamendësimi tjetër. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Përshëndetje. Mirë se erdhët, përshëndetje. Mirë se djeta. Mersi. Edhe unë. Më ngelen një dy gjëra pa ngritur tje. Unë të falenderoj shumë, po nuk e di si qep unë, se kisha edhe dy çështje. Okej, po ju dëgjoj sot ja që erdhi mundësia. Po them njërën. Gjithse të falenderoj shumë. Kam një për këto katizilatorët që kanë po lexojnë për gazeta, se ne taksistat gazetën kemi që me mjes. Po. Të lutem. Mirë se këto makinat ndokan vendin e qytetit. Po katalizator për bulevardin që jetë rërë tër natën, a do t'i vënë bulevardit katalizator? Pyetje drejt kjo, se në fakt kusuret I vojmë ne prap. Dhe, po të shofsh mushkrit e mija, janë bloz, edhe janë bloz vetëm për bulevardit. Pranaj, I bëj thirrje shtetit, që në qoftë se do vendosi katalizator, mos ta monopolizoj si punë taksimetrit, 380 euro kemi ble taksimetrin. E po, diçka lutu, dikush do I sjell, kështu që... Do I sjell, t'i sjell I shteti, po deshe në qoftë se mendojnë për qytetin, për njerëzit, a kupton apo? Jo t'ja japi një hajduti si që ka dhënë taksimetrat. Qartë. Të falenderoj... Falenderoj shumë, ndërkohë që taksimetrat nuk po funksionojnë gjithsesi. Falenderoj. Ndërkohë që dhe taksimetrat nuk po funksionojnë gjithsesi, se nuk janë shpërndarë në rregull. Po si do funksionoj ai e gradon atje që ti vete unë atje një herë 6 muaj, minimumi shërbimi taksimetrit I thon 20.000 lekë. Plus rrugët që do shkojnë Durrës unë. Do shkosh në Durrës apo shkolledimin? Pra, kontrollin teknik. Atje ka bërë ai vetëm ai ka qenë atje. Nuk ka njerëz tjerë. E kuptova drejt. Pra. Falenderoj shumë, falenderit. Të përshëndes, të uroj ditë të mbarë, sepse këto janë probleme vërtet që përkthehen në kosto financiare për xhepin e çdo qytetari. Pra, nëse do të futet ky rregullues I parametrave ekologjik të makinës, atëherë fillojnë pyetjet, si do të hyjnë, kush do t'i importojë, si do të shiten, si do të shpërndahen, a do t'jepen falas, apo do t'jepen me lek, sa do t'jetë çmimi, janë pyetje të cilat shkojnë logjikisht në mendjen e gjithë secilit që ka një makinë dhe që duhet mendoj se do t'i vijë ky shërbim për cilin duhet paguaj. Siç ndodh me kasat e tatimeve, pra të cilat edhe për të bërë shërbimin duhet paguar lek tani, edhe tjetër me radhë dhe sigurisht shiten goxha shtrenjtë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit. Nuk jetë gëzuar një. Gëzuar, gjithashtu dhe ju. Jeni një misioni I papar, jeni përzgjidhni shumë madhe të popullit. Edhe përshëndes për vitin e ri marr, një herë qoftë një vit I marr, me një familje me gjithë inshallah. Gëzuar dhe ju edhe sa më I mbar viti I ardhshëm, sa më pak probleme halle. Ka marrë një 2 herë tjera më para, jam në Sarura për problemin e tokës të gruas që ka marrë Kallmet Lezhës, që nuk e ka marrë akoma. Shiko, nëse nuk figuron në emrin e saj prona, dhe nëse nuk është bërë shpërndarja, sigurisht po ky është një problem që duhet ta zgjidhni me familjen e bashortës tuaj që ta bëj kalimin në emër ose ta heq nga emri nëse jo ja kanë quajtur pra si problem nëse e kanë në emër. Nuk e di nëse e keni bërë këtë verifikim zotëri. Ne duhem si familje, nuk është bërë se ashtu se dhe jatja se nuk e ka tokën. Kupton nuk e figuron as atia, kupton I figuron si po mirë atëherë. Tapi.
Po pra, po, atëherë, kush ja ngarkon me çfarë dokumentash e ka ngarkim zonja juaj këtë pronë që nuk e ka? E ka si mas ligji 7.501-shin. Po tokën nuk e gëzon, nuk e ka, pra. Nuk e gëzon tokën, ako ala se ka vetë vitin e pare ka punuar tokën në jati gruas, se ka shumë me pësa, e ka marrë ish pronari dhe tash o ta marrë tokën, o ta marrim ne dhe. Po kjo është pra problemi që po duhet them unë, po pra ne, proces gjyqësor keni hapur për ta zgjidhur këtë problem? Nuk kemi hapur se vajtëm lesh për të kur ai tha nuk e fiton tha se ish pronar tha, e tha gjykatësi në atë kohë që dojë të hapim gjyqin. Dakord, po pronari ka ca rregulla për të marrë pronën e vet, nëse mua shteti ma ka thënë me 7.501-shin, nuk mund ma marrë pronarit vi pa pritur pa kujtuar, vit ma marrë pronën, mua më thot tani rriti se s'ke punë. E vendos shteti këtë, e vendos gjykata, e vendos drejtësia. Po, pra, atë duhet dhe unë, tash shteti duhet të ndërhyjë. O t'japi kontësim gruas time, familjes saja, ose ta maj pronari, ish pronari. Jo, ose t'i gjej tokë tjetër, që në basë 7.501-shit për frymë, si që ka qenë atë kohë, t'i japin me që kjo pronë është zaptuar. Atë po kërkojme nesë, nuk është vetë majo familje, po ati janë shumë familje, ati mo t'jetë gjysë me fshati dhe mos me. Megjithatë, ky proces nuk mundet do të zgjidhet, nëse nuk e kanë zgjidhur deri tani institucionet, përveç se me rrugë gjyqësore, me që janë shumë familje, unë ju sugjeroj sigurisht bashkë me familjet e tjera të bashkohen edhe ta zgjidhin të problem. Shteti ka dhënë tokën me 7.501-shin, tani ka një proces verifikimi titullit pronësisë. Nëse verifikohet që nuk e ke në përdorim tokën, atëherë do t'jepet zgjidhje. Dhe prandaj po them, është një ligj, megjithatë shpresojmë që të fillojë të funksionojë në janar. Dhe nëse verifikohen titujt e pronësisë, dhe unë e kam me letra tokën, por nuk e kam fizikisht dhe nuk e punoj, por e punon dikush tjetër, atëherë do të më jepet zgjidhje mua, do të më gjejnë zgjidhje, ose tokë tjetër, ose të më shlirojnë tokën që më ka zaptuar, x apo tjetër dhe pronarin ta kompensojnë. Shumë drejt. Faleminderit shumë, ju përshëndes, uroj ditë mbar, sepse ky problemi ka një problem tjetër vërtet. Po. Neve kemi lagje këtu gati një 150 banor, kemi 25 vjetë, vetëm një vit ujë kemi patër. I kemi linja të gjitha, jemi pa pikën e ujtit. Po pra, se ka një rikualifikim të zonës, me sa di unë, po mundohen ta sistemojnë, shpresojmë të gjej zgjidhje edhe zona juaj. Megjithatë, është një problem që e kemi marrë në konsiderat edhe në herën tjetër që kemi këtu. As për të larë, as për të pira, as për një gjë, pa mushi në kohët me bidona në këra. Sukur pa jetojmë në mesjet, jo sukur jemi në kohët e demokracisë. E kuptoj. Okej, faleminderit, sigurisht është një çështje që e kemi adresuar këtë punën e ujit dhe ky është shpjegimi që faleminderit shumë. Po të bezdisin çik më shumë faleminderit. Jo, s'ka problem, nuk më bezdis fare, por problemi është që kjo puna e tokave sigurisht duhet verifikuar dhe faleminderit. Gëzuar. Familje me gjithë çka për zemrën inshallah. Qoftë vitin. Gjithë mirat, faleminderit shumë. Ka dhe një problem tjetër me këtë punën e grave, se tani kur je në shtëpinë e prindërve, në bazë të 7.501-shit, se cili prej prantarëve të familje merr tokën në bazë të frymës. Pra, se cili prej persona familjes, fëmia, gruaja, burri, pra të gjithë marrin një sipërfaqe të caktuar toke, pra ndahet. Por regjistrohet në emrin e një personi, të kryefamiljarit. Po kur ikën vajza, sepse nuk e merr tokën me vete, pra kur shko martohet, është një ca zgjidhje që nuk janë parashikuar në këtë ligj dhe krijohen pastaj këto zinxhir problemesh, se ndërkohë figuron me tokë, por ndërkohë s'ke tokë. Ku shkon diku. Eci më tej presim tjetër telefonat, alë mëgjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Jam një banor nga Hasi. Po, me kënaqësi Hasi, përshëndetje. Zuaj 2017 e shallë vitimar. Faleminderit. Dua me mëram kërë, dua ndaj me të vendimin e KTZ-s, ato 2 deputet dhe atë kërë bastion. Po ashtë në fat deputet kje që janë në parlament, edhe kryetari të bashkisë janë në Shqipëri, pasin fatin e Rosit, e deputet fatin aty në ditë deputetëve të tjerë. Kuptoj. Sigurisht nëse e kanë shkelur ligjin, apo jo? Nëse kanë shkelur ligjin, ja atë të mirët, atë të inkriminum në krime, në korupcione, atë zot, pasin fatin aty që ki popull shqiptar, katastrofë, ka dinë katastrofë, ka bërku me këtë qeveri që kanë në kryjë me kryeministri. Mas mastrus, mas kriminal që ja siguaj ai presidenti i qeverisë, që thuar se Edi Rama në Shqipëri. Okej. Të falenderoj edhe absolutisht ky është një urim që shkon flas për pjesën e dekriminalizimit. Gjithë ata që janë me probleme nuk duhet të kenë vend
në politik, në administrat, në parlament, në asnjë institucion shtetëror, aq më tepër të vendosin fatet tona, pra të bëjnë ligje, se kjo është ironia e gjithë kësaj. Pra, njerëzit cilët tani na figurojnë me probleme, na kanë bërë ligje këto 3-4 vjet, kanë marrë taksat tona, janë paguar, janë me lekë gjithë, dhe ne sigurisht tani shohim vetëm spektaklin. Faleminderit. E gjohim shumë shpejt dhe zot, sa më shpejt i poshtë, atë ne kanë duke shokë të vetë. Faleminderit shumë. E gjithë mira, të uroj sigurisht çdo banor qytetar të Hasit, e falenderoj sepse kanë qenë gjithmonë aktiv në komunikimin ton të drejt për drejt. Presim tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, si dashur, përshëndetje. Ju flasim nga ish komuna Zharez. Po. Fierit. Po. Më pa njerë gëzuar vitin e ri, qoftë një vitin barë për 2017, qoftë si për ju si redaksi dhe për gjithë popullin shqiptar. Faleminderit shumë. Por desha të trajtoja një problem sepse e shëran poetët gjithmonë thuhet për këto kamat vonesat e energjisë elektrike. Ne nuk dim se ku si veprojmë, si do pyesim nga që listë të dalin nga qysha teka, dhe ma tja thot nuk janë ardhur, listat nuk kanë ardhur, ema ku du që sotaj. Por se kryeministri Thaçi është ulur me fjalë, kamat vonesat janë ulur komplet, janë vetëm zero. Fakt, ky është një problem që nuk po shpjegohet drejt dhe sigurisht ne kemi ftuar edhe institucionet që ta shpjegojnë, se kam përshtypjen se kryeministri e thot, del drejtori i OSHE-s dhe mundohet ta sqarojë, po puna është të shkojnë me drejt, ju thoni, të shkojnë listat dhe njerëzit të dinë kujt i takon dhe kujt si takon, dhe ata zyrtarë që punojnë në zyrat përkatëse, ju në Fier besoj shkoni interesoni apo jo, dhe të kenë mundësinë që ju shpjegojnë kujt i takon, kujt si takon, kush përfiton, çfarë duhet të bësh, a duhet ndonjë dokument për të bërë, sepse këto nuk kanë kuptim, thjesht thuhet një vendim në konferencë për shtype dhe pastaj të mbetet në dorë të kësaj njerëzve që i marrin si marrin listat, i lexojnë si lexojnë dot listat, është problem tjetër. Por po ne shkojmë atje, thotë nuk, jo listë nuk ka ardhur, thotë po nuk shpjegohet fare, thotë në sistem, thotë këto probleme, thotë nuk dim gjendje, thotë atë ope. Po pra pikërisht të po them, pra të shkohet, të sqarohet edhe zyrat, nuk mjafton vetëm kryeministri i di këto fare, duhet i dinë edhe punonjësit poshtë. Shpresojmë se themi që mos na i korrigjojnë këtë problemin madhor që. Të dytën kishin diçka tjetër. Po. Me që janë dhe në zonën naftëmbajtëse këtu të Marinzës. Po. Në të drejtë ngritje i parafolsi Marinzës, që tha që ne nuk na ka njërin të ftet fare, qoftë për shpërblimet dhe qoftë për lëkundje dhe qoftë... Po mos, ka një problem, shpërblimet ku kanë shkuar, se këtë nuk e kuptoj, dëm shpërblimet ku kanë shkuar. Po, pikërisht kjo e se edhe këtu në Zharez... Po, sepse përfitonte edhe Zharza, po, e drejt. Ja, një minut, ja, se kam dhe unë emrin aty. Po. Po, doja them dhe me emrun. Është emër aty lista dhe është marrë fondin nga bankersi. Tani bet pyetje dhe ne do ta kërkojmë dhe deri në një. Ku kanë shkuar këto lekë dhe kush i ka marrë lekë? Ish kryetari i komunës Zharez apo e ka marrë kryebashkiaku, kush i ka marrë këto para? Nuk ka rëndësi ka të shpjegohet ku kanë shkuar parat, nuk ka rëndësi. Ka marrë prefektura e Fierit, kush i ka marrë? Sepse paktën, kjo vlen edhe sigurisht për denoncim prokurisë, duhet kuptuar se ku kanë shkuar këto para. Sepse kompania që në momentin fill pas ngjarjes levroi fondin që do të ishte dëmshpërblimi për dëmin që u ka krijuar. Institucionet shtetërore morën angazhimin, Ministria e Energjetike se tjerë morën gjitha këto. Atëherë parat kanë lëvizur, po ku kanë shkuar ky është problemi dhe prokuria duhet ta hetojë këtë rast dhe unë juftoj ta denonconi këtë rast, se ky është rast korrupsioni në prokuri. Në një kohë për zonë për fshati Marinës, në gjithë unë jam pjesëtar. Dakor, po shënsi ka. Ajo ta si ç'bën kryetari e Bashkisë së Slovecit kanë ngritur atje thot 33 milionë thot një bukurosje strumit e ka mund me Zades. Sa po hyrë në Slovec? Qartë, puna është të zgjidhet pa bukuroshe strumi, ta zgjidhin si dojnë e ta investojnë me paratë e buxhetit bashkisë, puna është ku kanë shkuar fondet që kanë qenë për dëmshpërblimin e banorëve të prekur nga shpërthimi i naftës dhe dëmtimi për shkak të shpërthimeve të naftës në zonën naftëmbajtëse të Marinës, Zharës e me radhë gjithë këto zona të tjera. Kur janë? Ne po kërkojmë që të dalin në vërtetë se ku ka shkuar para. Dakor. Shumë faleminderit, sigurisht ky është një verifikim që i takon ta bëjë edhe prokuria.
Faleminderit. Sa më duket mua këta do t'i zëri vetimu të gjithë sa, ke parasysh që ka shumë njerëz këtu për t'i kapur vetimin. Atëherë, urimi do të jetë për vitin 2017 i zënd vetingu. Nga 2016 vetimu. Qartë, faleminderit shumë i zënd vetingu gjithë ata që shkelin ligjin, ky do të jetë urimi i 2017-s. Edhe një të fundit kemi kohë, po. Presim telefonatën e fundit, shkurtimisht, alo mëngjes. Alo, po shkurt, alo mëngjes. Mirë se erdhët. Unë kam një problem, jam një i përditur këtu në zonën e Bregut Lumit në Tiranë. Po. Është bërë komplet dëmshpërblimi i gjithë lagjes, unë e kam shkit mund në lagjes, dhe përteksia këtë mos rënjën e shpërblimit, sepse thot si nuk e qenë në shtëpi, thot dhe nuk të ka shkruaj do emri atje. Unë shkoj tash unë atje, interesohem, para 3 vjetësh, po prap vajta dhe dje, e më thonë që nuk e ke emrin, kështu që nuk përfiton fare dëmshpërblim në një kohë kur shtëpia ime mund mes të lagjes, sepse ujti shkojnë gjithkund në një nivel, dhe nuk ka mundësi. Pra, ju keni mbetur jashtë dëmshpërblimit vetëm për faktin që në momentin kur kanë ardhur Komisioni i Vlerësimit të Dëmeve, nuk keni qenë në shtëpi. Po, zoti ka bëj kështu të nën puna, po tash unë desha të di kot, po të tani, a mos ka në lloj rrugë zgjidhje, sepse kjo nuk ka sepse kam pension edhe nuk do të bëj problem. Në prefekturë, se kam përshtypjen se në prefekturë duhet të kërkoni një lloj zgjidhje, një informacion. Keni provuar, keni kërkuar informacion nga zyra e prefektit? Unë vetëm në bashki, domethënë. Okej, kjo është sepse me sa di unë prefektura ka mbuluar problemin edhe komisioni ka qenë nga prefektura, kështu që drejtoni prefekturës dhe kërkoni informacion. Shpjegojeni situatën, shtëpia besoj se është e provuar, se është mes lagjes, se nuk e keni marrë pas përmbytjes e keni vendosur mes lagjes. Drejtojni një prefekturës, besoj se do të ketë një, se nuk kushton në një gjë, përderisa është dëmtuar zotëria t'i vlerësohet dëm i real. Falenderoj shumë dhe uroj vërtet të marrë një përgjigje, sepse ka hyrë në rrugën e zgjidhjes problemi dëmshpërblime për përmbytjen edhe në Bregun e Lumit, shpresojmë t'i marrin dhe shpresojmë t'i kenë marrë para vitit të ri një pjesë e madhe e tyre. Faleminderit ju gjithë që u bët pjesë e komunikimit për sot. Do t'jemi edhe nesër në mëngjes, kështu që mos mendoni se kemi filluar shpejt vitin e ri. Do t'jemi përsëri nesër pa gazetat, por do t'jemi së bashku se gazetat deri me 5 janar janë pushim. Faleminderit që na ndoqët gjithë të mirat sot dhe miru po takoheshim nesër.